Përshëndetje, mirë se erdhët. Po humbur më tepër kohë, do të them njërë si fillim shërbimet e mia, pastaj do kalojmë menjëherë tek parashikimi për hënën e re, që është në datën 17 prill. Atëherë unë kam dy lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, në përgjithësi kam të hënë dhe të premte, por në qoftë se ndryshoj ditën, lajmëroj dhe bëj si sot për shembull që bëra ditën e martë, ndërkohë që ditëve të hëna në përgjithësi bëj parashikimin për ciklin e hënës. Ditëve të premte bëj parashikimin javor. Të gjitha këto video mund të gjeni te kanali im I YouTube-it. Përtej këtyre kam parashitjet e mia në televizion, edhe këto janë të hënë dhe të premte. Të hënave jam te kanali Adysienen dhe tek Report TV, ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel. Atëherë për këto janë shërbimet të cilat janë për ju, janë për publikun dhe si rrjedho janë pa pagesë. Mund të abonoheni te kanali im YouTube-it për të ndjekur videot që postoj vazhdimisht. Dhe nëse dëshironi mund të merrni edhe njoftimet në lidhje me videot e reja që publikohen. Përtej këtyre të cilat janë shërbime për ju, pra siç e përmenda, kam edhe shërbime të cilat janë me pagesë dhe bëhen vetëm për vetëm me një person, bëhen online nga WhatsApp-i dhe zhvillohen me video. Këto përmbajnë analizën e hartës, bëjmë analizën e lidhjes, për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe parashikimin për të ardhmen. Detyrimisht të gjitha këto janë specifike për personin, prandaj dhe janë me pagesë sepse kërkojnë një punë më vete. Nëse keni pyetje personale për ju, mund të më shkruani nga WhatsApp im, është të vjet me platformë që tash më marr prenotime. Përtej këtyre që jap informacioneve që jap, nuk jap informacione të tjera falas, prandaj edhe nëse dëshironi informacione përtej këtyre që jap gjatë lidhjeve të drejtë për drejtë ose gjatë postimeve të mia, jeni të detyruar që të paguani, sepse është puna ime. Numrin e WhatsApp-it e keni që të gjitha platformet e mia, të gjitha profilet e mia i keni të shkruar, domethënë është e pamundur që të mos ju bjerë në sy, mjafton që të hapni profilin tim. Okej, këto janë shërbimet e mia, tani po kaloj menjëherë tek hëna e re. Kjo është një hënë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, specifikisht duke qenë se përshëndetje, do të jetë mbi hënën tonë. Lajmi mirë ky, gjithsesi. Lajmi mirë në thonjza domethënë. Okej, kjo hënë e re është në datën 17 prill. Është në orën 12:51 minuta e 32 sekonda, është në mesditë pra. Dhe ndikimi më i rëndësishëm I kësaj hëne të re është fillimet të reja, duke qenë se hëna e re këto përcakton, por mbi të gjitha domethënë edhe mbarimi në këtë rast me dhunë pak a shumë I gjithçkaje që ne kemi mbajtur me fanatizëm në duart tona. Kemi shumë vendosje të shenja dashit, edhe kjo hënë e re është tek shenja dashit. Kemi 6 planete të vendosur këtu, ose më të themi 4 planete dhe 2 drita, që është hëna dhe dielli. Ndërkohë që kemi të vendosur Marsin, Merkurin, Neptunin dhe Saturnin. Kjo vendosje kaq të shumta tek e njëjta shenjë, zakonisht, domethënë një fokusim shumë I madh tek e njëjta temë, që duke qenë se është dashi, domethënë fillimet të reja, domethënë identiteti jon si individ dhe mbi të gjitha siç e thash pak përpara, duke qenë se është I vendosur dhe mbi hënën tonë, domethënë në mënyrë se si ne trajtojmë veten tonë, po ashtu dhe se si lejojmë të tjerë na trajtojnë. Këtu bëhet fjalë në lidhje me shoqërinë në përgjithësi. Duke qenë se është shenja dashit, kemi ulje të dukshme të durimit, prandaj dhe mund të reagojmë në mënyrë shumë impulsive, është e vlefshme për të gjitha shenjat, nuk ka rëndësi se cila shenjë është. Energjia e dashit kjo është vërtet shumë impulsive dhe durimi është vërtet shumë I ulët. Në të njëjtën kohë, shenja e dashit përfaqëson edhe luftën ose ushtarin, më mirë të themi, prandaj dhe mund të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe në agresion që kësaj periudhe. Gjithsesi, e rëndësishme është kjo. Edhe pse në duke mund të jetë një luftë pa kuptim, në të vërtet është një luftë për krijimin e identitetit të ri për ne si individ, si shoqëri, si njerëzim. Prandaj dhe në përfundim është pozitive, por kjo periudhë, të paktën deri tek hëna e re, duket një periudhë vërtet shumë e vështirë.
përsëris për të gjithë ne. Në këto momente kemi një Mars i cili është drejtuesi i kësaj hëne të re tek gradët e fundit të shenjës së peshqve. Pra lufta ka filluar që tani, fillojmë që të vëmë një agresion të lartë, marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin janë të bazuara tek dyshimi, prandaj dhe nuk dimë edhe vetë si të reagojmë. Në çdo vend shikojmë armiqësi, kjo është një nga arsyet që fillojmë edhe sulme më tepër njëri tjetrin, por nga kjo hënë e re, ajo çfarë bie tre më tepër është se tashmë të gjithë e kemi kuptuar që mbreti është lakuriq. Prandaj dhe nuk kemi më se çfarë të fshehim, ose personat që deri në këtë moment e kanë fshehur gjëra të cilat ishin të rëndësishme për popullatën, tashmë nuk mundin që të fshehin dot më. Kjo është edhe një nga arsye që vëmë re një rritje shumë të madhe në pasiguri ose më themi në mosbesim. Këtu do të thotë që të gjithë personat tashmë do të fillojnë që të reagojnë në bazë të mirës së tyre njerëz si individ. Mund të duket si egoizëm, por në të vërtetë nuk është ashtu. Duke qenë se deri në këtë moment mund të kemi toleruar, këtu bëhet fjalë për individin, pra për të gjithë ne mund të kemi toleruar situata të cilat nuk ishin të tolerueshme, të cilat mund të na kenë mbajtur të nënshtruar dhe në disa raste mund të kenë cënuar edhe lirinë tonë, si të fjalës, po ashtu edhe lirinë e veprimit. Kjo do të thotë që nga kjo hënë e re e tutje, të gjitha këto lloj dinamikash fillojnë dhe shndërrohen. Por përsëris shndërimi nuk është i thjeshtë sepse vjen me një zjarr vërtet shumë të madh dhe rrjedhoi shpërthimit të shoqërisë, por përfundimi është vërtet shumë pozitiv. Por përsëris duke qenë se tashmë nuk munden që të fshehin më gjërat, gjithçka është në shesh, le të themi. Detyrimisht fillojmë edhe të ndërtojmë një jetë më të shëndetshme pas kësaj, por deri në atë pikë do të kemi probleme të rëndësishme. Kjo shënon edhe fillimin e vlerave të reja. Këto vlera të reja në përgjithësi në lidhje me ushqimin, mënyrën se si ne e trajtojmë konsumin, duke qenë se kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në këto pika. Kemi shumë vendosje të shenja e dashjes, siç e thash, por shenja e dashjes përtej luftëtarit, pra ushtarit, domethënë edhe personi i cili fillon dhe mbjell, pra bujku, domethënë që edhe ndryshime shumë të mëdha në lidhje me buqësinë ose dhe me ushqimin, siç e thash, duke qenë se e kam përmendur shpesh herë që tokat buqësore fillojnë të marrin një vlerë shumë më të madhe. Po u bën pothuajse një vit që po flas për të njëjtat tema, tashmë kemi arritur në pikat që ato çfarë ne kemi mbajtur në duar fillojnë që të bëhen më tepër vlerë. Prandaj dhe fillojmë të shikojmë edhe një herë rivlerësimin e të gjitha tokave bujqësore, pra përsëris edhe një herë të njëjtën fjalë, sepse nuk po gjej dot tjetër. Ndërkohë që të gjitha vendet të cilat janë shndëruar në pallate, në shtëpi e të tjerë, fillojmë dhe të kuptojmë se sa ka humbur vlera në të vërtetë, sepse gjatë kësaj periudhe fillojmë edhe kemi ndryshime shumë të mëdha dhe të çmimeve, të ushqimeve. Kjo është diçka që vjen si pasojë e gjitha shpërdorimeve që kemi bërë deri në këto momente, por nga kjo hënë e re tutje, këto janë dinamika të cilat do të na duhet, jemi të detyruar të themi që të rishikojmë. Ndryshimin e çmimeve mund ta vëmë re edhe tek gurët e çmuar dhe metalet e çmuara. Kjo mund të thotë që kemi ndryshimin e çmimeve si të florit, po ashtu edhe të argjendit. Është një nga temat të cilat mund të bëhet pak problematike, pak më tepër që lufta që po ndodh në këto momente, siç e dimë, ka çuar edhe në rritjen edhe të çmimeve të karburantit. Dhe të njëjtat disbalanca vazhdojmë që t'i ndijmë në mënyrë të dukshme edhe për pothuajse një muaj në vazhdim. Pas kësaj do të fillojmë që të vëmë balanca të reja, por kjo hënë e re do me thënë fillimin e ose më thënë mbarimin e të gjitha problemeve që kanë ekzistuar deri në këtë moment dhe ne arrim që të perceptojmë se çfarë duhet të bëjmë. Se sa do të jemi të aftë është detyrimisht në bartësi të hartave, por më duhet ta ripërsëris. Brenda Shqipërisë do të jetë e pamundur që ne të vazhdojmë me të njëjtën mënyrë. Si udhëheqje poshtë në mënyrën e trajtimit të gjërave. Ose do të na duhet që ta marrim situatën në dorë, ose do të bijmë komplet pre e një sistemi i cili tashmë nuk do të kemi mundësi rikthimi. Duke qenë se kjo hënë e re në të vërtetë është mbyllje e një cikli i cili ka filluar që nga viti 2019. Pra nuk është diçka e re për ne,
Është një cikël I cili tani po mbaron në mënyrë që të krijojmë diçka të re. E dim shumë mirë se ku qëndron problemi, siç e thash, tashmë e dim, e kemi kuptuar se ku po mashtrohemi ose po përdoret mirëbesimi jon, prandaj edhe në bazë të kësaj do na duhet që të veprojmë. Se sa do të jemi në të aftë, detyrimisht është në vartësitë e individit dhe në vartësitë të popullatës. Gjatë kësaj hëne të re kemi takimin e 3 planeteve, ndjes të 4 planeteve, të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe shtojnë shumë edhe impulsivitetin si në mënyrën e komunikimit, po ashtu në mënyrë se si ne trajtojmë çështjet e rëndësishme, sidomos mund të vëmë re dhe kryengritje ndaj udhëheqjes. Do të kemi daljen në skenë të disa publikimeve, qofshin këto brenda Shqipërisë, qofshin jashtë shtetit, të cilat mund të informojnë popullatat për rreziqe shumë të mëdha që po ndodhin në këto momente, prandaj dhe të gjitha informacionet që merren në këto momente nga burime të sigurta, detyrimisht asnjëherë nuk duhet të bazohemi tek vende të cilat nuk jemi të sigurt, mund të edhe të na informojnë shumë mirë se çfarë duhet të bëjmë në vazhdim ose cila është situata aktuale. Ndërkohë që kemi edhe disa vendosje shumë të rëndësishme tek shenja e ujorit. Përveçse shenja e ujorit, domethënë edhe qielli, dhe në këto momente drejtuesi I tij, pra I shenjës ujore, që është I vendosur tek shenja e Demit, pra Urani, dhe është në gradën e fundit edhe gjatë së hënës të re, kjo domethënë që mund të kemi kriza të rëndësishme këtu. Prandaj dhe të njëjtat probleme që I kam përmendur dje, pra probleme në lidhje me komunikimin, me rrjetet sociale, po ashtu edhe probleme me aviacionin e të tjerë, këto vazhdojmë që t'i vëmë re edhe gjatë kësaj hëne të re, pak më tepër që mund të dalin edhe më tepër në skenë dhe mund të përdoren nga persona të caktuar. Prandaj përsëris, të gjitha informacionet që merrni duhet I verifikoni nga burime të cilat janë të sigurta, të cilët e dini 100% që nuk janë persona ose autoritete manipuluese. Ndërkohë që për sa I përket udhëheqjeve në të gjithë botën, fillojmë të vëmë re ndryshime shumë të rëndësishme, kemi humbjen e fuqisë të disa personave ose individëve, të cilët deri në këto momente, më të themi, kanë pasur një udhëheqje vërtet shumë, një mbështetje shumë të madhe nga popujt përkatës. Pas kësaj fillojmë edhe vëmë re që njerëzit tashmë janë të lodhur, prandaj dhe fillojnë të reagojnë shumë më shpejt kundrejt gabimeve të udhëheqësve, si rrjedhojmë të vëmë re dhe humbjen e fuqisë të disa personave, madje në disa raste edhe disa prej tyre mund të largohen komplet nga pushteti. Se cilat janë këto shtete është për të diskutuar dhe mbi të gjitha është diçka që është temë më vete. Por, kemi një krizë vërtet shumë të madhe në lidhje me ushimin, siç e thash, sepse mund të kemi rritjen e çmimeve, po ashtu edhe me ujin, duke qenë se duket pak problematike dhe trajtimi I saj mund të vëmë re ndryshime shumë të mëdha të motit gjatë kësaj periudhe deri tek hëna e re, dhe mbi të gjitha përzierjen e ujrave, që mund të thotë edhe uji I pishëm mund të jetë në mungesë. Prandaj dhe kjo është një nga temat të cilat detyrimisht duhet të jemi të përgatitur që tani që të zjejmë ujin përpara se ta përdorim, është diçka që do ta këshilloja, sidomos duke filluar nga data 10 e tutje, ose më mirë të themi nga data 9 e tutje, sepse do të kemi edhe kalimin edhe të Marsit tek shenja e Dashit, kjo mund të thotë edhe një rritje vërtet shumë të madhe në agresion, madje edhe helmimin e disa burimeve të ujit në raste të tjera, në vende të cilat kanë petrol, mund të vëmë re ndjes edhe vendin e zjarrit të disa puseve të naftës, për shembull, prandaj do të kemi edhe rritje edhe shumë më të mëdha të çmimeve të naftës, të karburantit. Pikat në lidhje me shëndetin të cilat janë problematike gjatë së hënës të re është komplet pjesa e kokës, duke qenë se siç e thash kemi shumë vendosje tek shenja e Dashit. Prandaj dhe të jemi impulsiv të veprojmë përpara se të mendojmë është e pakëshillueshme, sepse vërtet që mund të shkaktojmë dëme. Deri tek hëna e re, të gjithë ata që kanë planifikuar për të bërë një ndërhyrje në fytyrën e tyre, do t'ja këshilloj që ta rimendoni, ta rishikoni edhe një herë këtë dhe ta bënin pas hënës së re. Gjithsesi, në qoftë se jeni 100% të sigurt ose është një datë të cilën mezi e keni marrë, nuk mund t'ju them gjë, por do të këshilloj që t'jeni
të vëmendshëm, le të themi. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm edhe në lidhje me kryengritjet, këtë po kthejmë edhe një herë temës së jetës sociale. Kryengritjet mund të vëmë në grupime të vogla, të cilat mund të marrin një përshpejtim shumë të madh për të bëjmë pak a shumë një frym e re e udhëheqjes. E kam thënë në fillim të këtij viti që shenja e dashit do të bëhet pak a shumë një shembull i udhëheqjes, sepse ka dhe një rritje shumë të madhe shpirtërore. Fillimi i kësaj është pikërisht në këto momente. Kjo nuk do të ndikojë vetëm shenjën e dashit, duke qenë se shenja e dashit është fillimi i zodiakut, do të ndikojë mbi të gjithë ne dhe mbi të gjitha në tematikat përkatëse aty ku na përkojnë në hartën tonë, pra, të cilat do t'i përmend pak më vonë kur të flas për shenjat. Ato do të jenë edhe pikat të cilat do të ndryshojnë pjesët e jetës tonë dhe do të bëjnë hap i parë drejt një jete më të shëndetshme, sepse do të fillojmë që të vëmë balancin midis materjes dhe shpirtërores. Është një hënë e re vërtet shumë e rëndësishme. Përsëris, kur kemi shumë vendosje tek një shenjë, është një ndikim vërtet shumë madh, pak më tepër që është shenja e dashit, që është shenja e parë e zodiakut dhe arketipet e tij. Ana simbolike e tij është vërtet shumë e rëndësishme, sepse do të thonë tashmë dalja nga roli i viktimës dhe kalimi në veprim, pra duke e marrim ne vetë jetën tonë në dorë. Nuk jemi më thjesht spektator në jetë, bëjmë vërtet jetojmë jetën tonë, pra të plot, ose më të themi, bëjmë udhëheqjes të jetës tonë. Kjo është edhe një nga arsyet që është shumë e rëndësishme që këtë hënë të re ta përdorim ashtu siç duhet. Të mos veprojmë në mënyrë impulsive detyrimisht të këshillueshme gjithmonë, po në këto momente edhe pak më tepër, duke qenë se deri tek hëna e re, vërtet që do të vazhdojmë që të vëmë re problemet që ekzistojnë, sidomos në jetën tonë sociale, e kemi vërtet në dorë që të reagojmë ashtu siç duhet dhe mbi të gjitha, një ndër këshillat e mia që e them gjithmonë është të mbështesim njëri tjetrin. Shenja e dashit mund të bëhet një shenjë shumë individualiste dhe këtu ta ndijmë shumë më tepër në rrjetin tonë shoqëror, në grupimet e ndryshme shoqërore, por duhet të kujtohemi që edhe individi është pjesë e shoqërisë dhe pa njëri tjetrin nuk kemi fuqi që të bëjmë asnjë gjë. Por i rikthejmë edhe një herë anës shëndetit. Kjo hënë e re ka disa kënde të vështira edhe me Jupiterin, i cili është e vendosur në këto momente tek shenja e Gaforës. Është një kënd i largët, por gjithsesi ekziston si kënd. Prandaj dhe mund të vëmë re probleme të rëndësishme tek sistemi i tretës. Mund të kemi dhe shtimin e sëmundjeve të cilat e kanë temperaturën të lartë, të cilat burimin mund ta kenë pikërisht tek sistemi i tretës. Prandaj dhe do të këshilloja që duke filluar nga ky moment e tutje, të jeni shumë më të kujdesshëm për çfarë do lloj problemi që ndjeni këtu, si te stomaku, duke qenë se stomaku është pjesa më e rëndësishme që preket nga shenja e Gaforës, dhe duke vazhduar edhe tek zora e hollë dhe zora e trashë, pra komplet sistemi i tretës. Ndërkohë që problemet që, siç e thash, mund të vijnë re edhe tek pjesa e kokës, një ndër pjesët e cila është më e prekur nga kjo hënë e re është pjesa e syve. Prandaj dhe mund të thotë që të gjitha problemet që mund të kemi në këto momente mund të thonë edhe ulje të shikimit, duke qenë se temperaturat mund të jenë shumë të larta, mund të kemi probleme edhe me nervat optik. Të gjitha ata që kanë problematike këtë sezon, do t'i këshilloj që në momentin e parë që vini re simptoma të ndryshme, të drejtohen te doktori dhe të merrni patjetër ilaç të cilët ulin temperaturën. Duke qenë se elementi i zjarrit është vërtet shumë i lartë, që kësaj hëne të re është e pamundur që ne të mund të anashkalojmë problemet pa marrë masa serioze. Ndërkohë që në lidhje me mjekësinë, ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Ndryshe nga çfarë ishte tek hëna e plot, që edhe pse mund të kemi ndryshime ne brenda Shqipërisë, mund të vinim re vonë, që e përmenda tek hëna e plot, pra që ishte tek shenja e peshores. Tek kjo hënë e re, duke qenë se ndikohemi ne brenda Shqipërisë, ndikohet hëna jon, pra kemi ndikime pothuajse të menjëhershme. Kemi ndryshimin e perceptimit se si duhet të trajtojmë trupin tonë, prandaj dhe automatikisht të gjitha ndikimet që kanë ndodhur ose ndryshimet, zhvillimet që kanë ndodhur në botë deri në këto momente, i marrim pothuajse menjëherë dhe i aplikojmë këtu. Kjo do të thotë që të gjithë personat që jetojnë në shtetin do të kenë një ndikim të drejtë për së drejti në këto momente në vendin tonë. Kjo është e vlefshme në të gjithë botën, por ne si Shqipëri do ta ndjejmë edhe pak më tepër. Prandaj dhe, duke qenë se do të kemi një ndikim kaq të lartë, do të këshilloja që
Të jeni shumë të kujdesshëm tek të gjitha ilaçet që merrni dhe përdorni, sidomos ato që janë të pakontrolluara, sepse këtu nuk bëhet fjalë për ilaçet bimor, bëhet fjalë për ilaçe, për ato që prodhohen në fabrika, sepse mund të kemi edhe futje në treg të disa ilaçeve të cilat janë të prodhuara nga fabrika të cilat janë të mbyllura jashtë shtetit, sepse për një arsye ose tjetër nuk kanë qenë brenda rregullave. Kjo është edhe arsyeja që duhet jemi shumë të vëmendshëm në këto momente. Të kontrollojmë edhe një herë datën e skadencës, të kontrollojmë se kush e ka prodhuar, cila ka qenë firma që e ka prodhuar atë ilaç të caktuar dhe pastaj ta përdorim. Në qoftë se këto na vijnë drejt për së drejti nga personat që i kemi jashtë shtetit, që të gjithë shqiptarët i kanë një ose dy minimumi, atëherë detyrimisht është diçka komplet tjetër. Okej, dhe ndikim i rëndësishëm që kemi në lidhje me natyrën. Natyra gjatë kësaj hëne të re është në zgjim e sipër, por ka një zjarr shumë të lartë në hartë, siç e përmenda edhe një herë. Kemi një element ujë i cili mund ta ulit disi. Problemi është se elementi i ajrit është vërtet shumë i ulët, dhe duke qenë se kemi një ajër të ulët, pra mund të kemi edhe probleme me oksigjenin, si rrjedhoj mund të kemi edhe daljen të shpeshta të zjarreve gjatë kësaj periudhe. Përsëris kemi një element ujë që ekziston në hartë, por është i pamjaftueshëm që t'i dalim banë. Prandaj dhe duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm, sidomos në zona të cilat nuk kanë shumë bimësi, sepse mund të kemi probleme të rëndësishme me zjarrin. Këto mund të dalin edhe si rrjedhoj e uljes së cilësisë të ajrit. Dhe mbi të gjitha e kemi pak a shumë të pamundur pas kësaj që të rregullojmë pak a shumë atmosferën në ato lloj vendesh. Mund të vijë tre më tepër tek vendet të ulta, jo në vendet e larta, gjithsesi duhet jemi të kujdesshëm në çdo vend. Kemi një ndryshim vërtet shumë të madh klimatërik pas kësaj, duke qenë se temperaturat mund fillojnë që të rriten edhe më tepër, normale që e dim të gjithë që tashmë toka është duke u nxehur, është cikli i saj domethënë, por pas kësaj do ta vëmë re edhe më tepër, duke qenë se përsëris kemi shumë vendosje tek shenja e dashit. Nga ana ose një nga ndikimet më të rëndësishme që të kemi gjatë kësaj hëne të re, ajo çfarë është më dominante, më mirë të themi, është riperceptimi i besimit. Këtu kemi një thyrje vërtet shumë të madhe të besimeve të verbra dhe pak a shumë kemi fillimin e disa besimeve eksperimentale. Në është pozitive apo nuk është pozitive, varet komplet në vartësi të individit, duke qenë se ka shumë nga ata personat të cilët mund t'i besojnë verbërisht që në momentin e parë, ka shumë personat të cilët mund ta marrin pak me dyshim. Dyshimin e kemi të lartë tash në fillim që janë të re, por pas kësaj, duke qenë se ky është hapi i parë domethënë, mund të ketë shumë persona që mund t'i përqafojnë këto lloj besimesh pa pyetur shumë ose pa i analizuar mirë. Kjo mund të bëhet disi problematike. Pse mund të bëhet problematike? Duke qenë se kjo lloj tematike është një nga gjërat të cilat do të vi si rrjedhoj e shumë fatkeqësive që po ndodhin në këto momente. Prandaj dhe mund të përdoret nga persona të cilët përdorin besimet, pra se nuk është gjë e rrallë, gjithmonë është përdorur. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja të gjithëve që mënyra se si mund ta anashkalojmë këto probleme do të jetë që të jemi shumë më të vetëdijshëm në atë çfarë pranojmë. Sidomos personat të cilët do të jenë më të ndikuar nga këto lloj tematikash janë adoleshentët dhe fëmijët, pra brezi i ri. Prandaj dhe është në dorën tonë që ne të edukojmë fëmijët tanë ashtu siç duhet. Kjo hënë e re, duke qenë se është tek shenja e dashit dhe kemi shumë vendosje këtu. Dhe vjen me njërë pasën nësë plotësisht tek shenja peshores, mund të thotë edhe mbarime të rëndësishme të lidhjeve dhe zhvendosje pothuajse të menjëhershme. Kjo si rrjedhoj e prishjes së ekonomisë e ndikimit tek ekonomia, personat tek financat pra të individëve dhe prandaj dhe zhvendosje, prandaj dhe mund të vëmë re edhe një hovë të ri të ndryshimit të komplet popullatës nga kjo hënë e re. Kjo është një nga ndikimet të cilat në qoftë se i paraprim, i marrim që pak më të përqetësi, mund ta kalojmë pa shumë dëme të rëndësishme, por në qoftë se i lëmë gjëra për në momentin e fundit dhe mbi të gjitha
jemi brenda një lidhje e cila është shumë e pashëndetshme, sidomos lidhje të cilat kanë dhunë brenda, mund të bëhet vërtet shumë problematike. Vërtet shumë problematike sepse mund të kemi edhe rritjen, shtimin në masë madje të agresionit brenda familjeve. Dhe kë mund të vjetre edhe më tepër brenda çifteve, prandaj si rrjedhoj mund të kemi edhe humbjen e jetës në disa raste. Arsyeja që po e them këtë është që në qoftë se jeni brenda një lidhje të tillë, pavarësisht se çfarë mund të jetë opinioni, pavarësisht se çfarë mund të thonë njëri apo tjetri, do t'ju këshilloja që të shikoni se cila është e shëndetshme për ju dhe të merrni masa si fillim për të qenë të sigurt dhe pastaj pjesën tjetër. Kjo ishte pak në klapa dhe ishte një këshill për të gjithë ata që e dinë, domethënë që janë në këlloj situatash, është një hënëre e cila nuk fal në këto raste. Prandaj dhe duhet jemi të kujdesshëm për veten. Shenja dashje nga kjo hënëre është shenja më e ndikuar. Kemi vërtet shumë vendosje tek shenja juaj dhe pjesa më e rëndësishme është që kjo hënëre është edhe në takim me Chironin. Kjo do të thonë që një shenjë e cila mund ta keni më të vështirë, mund të përballeni me tepër sfida dhe probleme deri në atë ditë, sepse ju duhet që të heqni dorë nga një pjesë e juaja e cila nuk është e shëndetshme. Një pjesë e cila deri në këto momente keni pasur frikë që ta hiqni, edhe pse dini shumë mirë që nuk funksiononte. Kjo mund të jetë në lidhje me punën, në lidhje me familjen, mënyrë se si keni trajtuar marrëdhëniet tuaja, po ashtu edhe mënyrë se si i keni trajtuar veten tuaj, apo vlerat që i keni dhënë vetes tuaj. Pas sehanet të re, kemi një rilindje për ju. Krijimi i një identiteti të ri, dalje në skenë të një individi i cili është vërtet shumë i fuqishëm. Por në mënyrë që të dalë në skenë ky njeri kaq i fuqishëm, ju duhet që të kaloni nga një vdekje dhe rilindje pra. Dhe si rrjedhoj të hiqni dorë nga të gjitha gjërat të cilat nuk funksionojnë. Është një nga ndikimet më të vështira që keni pasur deri në këtë moment, por pas kësaj vërtet që nuk keni më pengesa, sepse bëheni persona shumë të fortë, si në karakter, po ashtu në përqasjen që keni ndaj jetës, dhe duke qenë se do të keni një vlerësim shumë herë më të madh, sepse tashmë të gjitha mësimet që keni marrë deri në këto momente, nga jeta, nga personat, nga gabimet që keni bërë, do të mund t'i aplikoni pothuajse në mënyrë perfekte në jetën tuaj. Është një moment i cili mund të bëjë të ndjeni të lodhur, dëshironi që të veproni në mënyrë shumë impulsive, ose më të themi thjesht të veproni sepse nuk keni më fuqi që të prisni, por diçka që nuk do t'ju këshilloja. Duhet ende që të bëni pak durim, të shikoni mirë situatën dhe pastaj të veproni. Absolutisht të reagoni nuk do t'ju këshilloja, reagimet vërtet që mund të jenë pjesë e një problemi edhe më të madh dhe pak më tepër këtë lindje, pra ta veshin me një frymë shumë herë më negative dhe ta keni dhe më të vështirë pasaj që ta pastroni dhe të krijoni jetën që ju dëshironi. Ndërkohë që pas kësaj hëne të re, për ju do me thënë një rilindje në një botë e cila është shumë më e përshtatshme për ju. Shumë më shëndetshme për ju ku vlerësoheni ashtu siç duhet. Ndikimet më të rëndësishme e kemi tek marrëdhëniet familjare dhe në marrëdhëniet në çift. Duke qenë se kemi krijimin e identitetit të ri, marrëdhëniet të cilat janë aktuale mund të jenë të papërshtatshme për ju, mund të ndjeni jashtvendit brenda tyre. Këtu bëhet fjalë si në marrëdhënie familjare, por përsis po ashtu edhe në marrëdhëniet sentimentale. Në qoftë se këto marrëdhënie, martesa, lidhjet afatgjata kanë qenë problematike, nuk keni ditur se ku qëndroni, ose nuk keni gjetur dot një rrugë të përbashkët për të krijuar lidhjen, për të zhvilluar lidhjen, për të çuar aty ku duhet, këto lidhje janë të destinuara për të mbaruar. Ndërkohë që marrëdhëniet familjare, sidomos ato që janë bërë të lodhshme, ato që të cilat nuk ju kanë lejuar që ju të jeni vetvetja dhe të mund të avanconi, janë të detyruar, janë të destinuar edhe këto që të shndërrohen dhe në qoftë se nuk janë të përshtatshme me jetën që ju dëshironi, atëherë edhe këto janë të detyruar që të mbarojnë. Në këto momente që të krijoni relata, marrëdhënie të shëndetshme, është detyra juaj, është përgjegjësia juaj. Askush nuk do t'ju fal, dini ju ata të cilët do të krijoni këto balanca të reja. Është shumë e lodhshme përsëris, por nga ana tjetër, në momentin që e bëni, do të keni dhe një çlirim vërtet shumë të madh.
përsëris, e keni të thjeshtë në të vërtetë. Mjafton që të vëzhgoni mirë situatat, pra filmin që është duke luajtur, duke u zhvilluar në këto momente rreth rrotullush, e keni shumë të thjeshtë pas kësaj që të hidhni hapin e radhës. Në të vërtetë jeni shenja e cila keni qenë shumë e sfiduar gjatë gjithë kësaj periudhe, por sfida në të vërtetë ju kanë bërë edhe shenja e cila ka një fat vërtet shumë të madh, sepse keni fatin që ju vërtet ndërtoni jetën që është e përshtatshme, është më e mira për ju. Pas kësaj ndikimi më të fuqishëm e kemi në lidhje me të ardhurat materiale. Deri tek hëna e re, për shembull e dashit, kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me këtë temë. Duke qenë se balancat e reja po krijohen, edhe ju në lidhje me vlerat mund të jeni pak të pasigurt. Në disa raste mund të përballeni me situata të cilat nuk ju japin aq sa duhet ose çfarë duhet të merrni, por siç e thash, duke qenë se kemi krijimin e vlerave të reja, detyrimisht pas kësaj hëne të re, edhe ju do të dini se si ti kërkoni këto. Impulsiviteti ju bën keq, por të jeni të qartë në atë çfarë thoni dhe atë çfarë kërkoni është shumë e rëndësishme. Një ndër temat e cila është më e rëndësishme për shëndetin e dashur gjatë kësaj hëne të re ose me këtë hënë të re, çfarë vjen, domethënë, është edhe zhvendosja. Mund të kemi zhvendosje jashtë shtetit, sidomos nëse keni oferta të caktuara për jashtë shtetit. Mund të perceptoni ose mund të krijoni një jetë diku tjetër. Kjo është një nga tematikat më të rëndësishme, e cila vinte edhe si rrjedhoj, edhe e martesës, për shembull, pasi të martohen mund të zhvendosen në jashtë shtetit. Është fillimi i një jete të re shumë më të, po e them vërtet shumë të fuqishme pas kësaj, domethënë që vërtet e ndjeni veten shumë më të fuqishëm, shumë më në vendin tuaj, në paqe, prandaj dhe duhet edhe një luftë, një sforcë e fundit për ta krijuar atje. Në lidhje me shëndetin, shenja juaj ka ndikime shumë të fuqishme. Nëse jeni të kujdesshëm, nuk është se do të ndikoheni shumë, por nëse nuk jeni të kujdesshëm, kemi ndikime shumë të fuqishme, si nga problemet që mund të dalin nga impulsiviteti, sepse veprimet e caktuara mund të shkaktojnë dëme në trupin tuaj, po ashtu edhe nga ana tjetër shëndetësore që përmendëm, që mund të fillojë që nga stomaku dhe pastaj të kemi edhe rritjen e temperaturës, sëmundje me temperaturë të larta. Prandaj do të këshilloj vërtet që të jemi të kujdesshëm në lidhje me shëndetin dhe çdo sinjal që na jep trupi jon ta marrim parasysh në mënyrë që të mos kemi probleme. Për shëndetin e demit, kjo hënë e re mund të bëhet pakës e rrezikshme. Kemi shumë vendosje tek shenja e dashit, është një zonë e cila për shëndetin e demit është një shenjë të themi, për e cila për shëndetin e demit mund të bëhet pak problematike, mund të bëhet pak e rrezikshme sepse ndikon drejt për së drejti tek bota jonë e brendshme, tek shëndeti, dhe mund të thotë edhe vërtet sëmundje të cilat mund të na mbajnë të mbyllur brenda shtëpisë. Si rrjedhoj, ndërsa në këto momente keni probleme nga ana fizike, çfarë do lloj problemi që të ky, do të këshilloj që ta merrni shumë seriozisht. Detyrimisht që ndikohen pakës më tepër në këtë aspekt, pra në lidhje me shëndetin fizik, ata të cilët kanë ascendentin tek shenja e demit, por edhe ata të cilët kanë lindur në këtë shenjë do të ndikohen. Kemi një dalje në sipërfaqe të gjitha armiqësive dhe pikave ku ne vetë e kemi penguar veten tonë, ku ne jemi bërë armiq të vetes tonë, por po e them shumë shqip. Aty ku kemi të kaluar masën e durimit, aty ku kemi dhënë më tepër se çfarë duhet dhe kemi toleruar më tepër se çfarë duhet persona që të na bjerë në qafë, për shembull. Pas se hënë të re është e pamundur për shëndetin e demit që të qëndrojnë në të njëjtin vend. E kam më tepër në kuptimin të qëndrojnë në të njëjtat vende ku nuk është vlerësuar, ku ju është bërë keq pak a shumë. Pas kësaj, vërtet që do të fillojmë që të reagojmë. Fillojmë të reagojmë kundrejt personave të cilët ja kanë bërë padrejtësi, që nuk ja kanë pasur me të mirë, që kanë bërë pabesi pra, që i kanë zhgënjur, i kanë në një farë mënyre i kanë tradhtuar besimin e tyre. Dhe fal të gjitha këtyre dinamikave, të cilat duken shumë të lodhshme, të jemi realist, për shëndetin e demit kemi krijimin e diçka të re. Kjo hënë e re në të vërtetë do të thënë fillime të reja për të gjithë ne, po për shëndetin e demit pak më tepër. Kemi përballje me çdo gjë që ka ngelur në errësirë në jetën tonë, çdo gjë e cila mund të na ketë helmuar për shkak nga brenda.
Dhe pas kësaj, detyrimisht kemi krijimin e diçka të re. Por, se sa e shëndetshme shkosh vërtet në dorën tuaj. Për fat të mirë, që është vërtet fat shumë i mirë, Urani, i cili është i vendosur tek grada e fundit tek shenja juaj, do të ketë një kënd pozitiv me Plutonin, i cili është i vendosur tek shenja e ujorit. Prandaj dhe çdo figurë autoriteti në jetën tuaj ju ndihmon vërtet shumë. Këto nuk do më thanë se do t'jenë prindrit tuaj ose t'jenë persona që janë më lart se ju. Çdo person i cili ka një farë fuqie për t'ju ndihmuar në këto momente ju ndihmon. Prandaj dhe të kërkoni ndihmë nga njerëzit tuaj të dashur, njerëz të cilët keni besim, është shumë e rëndësishme sepse është një moment të cilën e keni të vështirë që ta tejkaloni vetëm. Duhet të merrni ndihmë pra. Nga ana monetare është një nga periudhat ku mund të ndjeni disi të shtëruar, jo sepse nuk keni të ardhur material që po vinë në këtë moment në jetën tuaj, por sepse ju duhet që të nxjerrni shumë nga vetja dhe mbi të gjitha, duke qenë se siç e thash, po përballeni me vërtet shumë probleme, pothuajse të gjitha llojet e marrëdhënieve mund të bëjnë pak problematike në këto momente, sepse po dalin sipërfaqe ato helmi pra. E keni pakës më të vështirë që të fokusoheni për të krijuar të ardhur material. Pas kësaj hëne të re është komplet e kundërta. Sepse ju vetë e dini shumë mirë se cili është hapi që duhet t'jini. Pak më tepër që në datën 26 prill do të kemi dhe kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve. Kjo për ju është një ndikim shumë i madh pozitiv, por deri në atë datë ju duhet që t'jeni shumë të kujdesshëm me investimet që bëni. Dhe një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm është përballja me persona të cilët deri në këto momente janë pak a shumë hequr sikur janë miq të tuaj. Me persona të cilët deri në këto momente nga një anë ju kanë zgjatur dorën, ndërkohë që nga ana tjetër kanë mbajtur thikën nga mbrapa. Këto janë situata të cilat doni apo s'doni ju, jeni të detyruar që të ballafaqoheni dhe t'i zgjidhni si probleme në mënyrë që pas kësaj të futeni në një fazë të re shumë më të shëndetshme. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për anët tuaja, të cilat deri në këto momente nuk i keni pranuar. Si për shembull, po jap thjesht shembull. Nëse jeni një person i cili mund të bëni shumë thashë theme dhe kjo në të vërtetë ka shkaktuar dëme te të gjitha relatat tuaja, në këto momente jeni të detyruar që të ballafaqoheni me këtë anën tuaj dhe të merrni masa në bazë të saj në mënyrë që të mos vazhdoni që të jeni brenda të njëjtit cikël vicioz. Fare kësaj në të vërtetë arrini që të bëheni persona shumë herë më të shëndetshëm në përqasjen qoftë ndaj jetës, qoftë ndaj vetes tuaj, qoftë ndaj familjes tuaj, nga e cila merr një ndihmë vërtet shumë të madhe. Personat të cilët në një mënyrë ose në një tjetër, pavarësisht gjithë vështirësive ose të gjithë armiqësive që mund të ekzistojnë në këto momente, do të ndalin më tepër për ndihmë, janë familjarët tuaj, sidomos vëllezërit dhe motrat. Prandaj, do t'i këshilloj që të mbështeteni pikërisht tek këta persona. Nëse ju duhet ndihmë, parypërsisht duhet ta kërkoni, se duhet të kërkoni, edhe nëse ju mendoni se nuk keni ndihmë për diçka të caktuar, më mirë thuajeni që në fillim t'i zgjidhni problemet së bashku. Pika ku keni fat, mjafton që të doni që të zhvilloheni, është përpërsisht krijimi i një stabiliteti brenda marrëdhënieve familjare dhe në vartësi të saj keni një fat edhe për sa i përket zhvillimit në karrierë. Në lidhje me shëndetin jeni një ndër shenjat më të ndikuara. Duhet jeni shumë të vëmendshëm. Problemet që përmenda në fillim janë të vlefshme dhe për ju, për ato çfarë fillojnë tek sistemi i tretës, në tek stomaku, plus duke qenë se Urani është i vendosur te grada e fundit të shenjës tuaj, kjo do të thotë që kemi shumë probleme edhe tek pjesa e fytit, komplet, duke filluar që, domethënë, edhe pjesët e frymarrjes mund të jenë të ndikuara nga kjo, të jenë të ndikuara dhe shpatullat. Prandaj nëse në këtë moment e keni probleme tek shpatullat, së dhimbje domethënë, dhe këshilloj që çfarë do lloj aktiviteti fizik që bëni ta merrni pak më tepër moderitet, mos e sforconi shumë veten pra. Shenja e binjakëve. Është një hënëre shumë e fuqishme. Kemi drejtuesin tuaj në takim me 3 planetet të tjera, që është Neptuni, Marsi dhe Saturni. Takimi me Marsin mund të bëhet më problematike nga të gjitha, duke qenë se ju shtyn që t'jeni shumë impulsiv,
sidomos në lidhje me ëndrat, qëllimet e të tjerë, duke qenë se deri në këto momente ju pak a shumë keni qenë të detyruar që të ishit pak më të shtruar, të merrni gjëra pak më tepër ngadalë, ndërkohë që kjo hënë e re ju ja imponon të jeni aktiv. Por detyrimisht nuk mund të jemi impulsiv, prandaj edhe kemi një farë paradoksi nga kjo hënë e re. Për ju, nga një anë ju thotë lëviz, nga një ana tjetër duhet të jeni shumë të kujdesshëm në çdo hall që hidhni. Si rrjedhoj, deri tek ana e re, këshillimi do të ishte që parimet që kemi në lidhje me jetën, të rishikojmë edhe një herë. Nëse të gjitha standardet që kemi vënë në lidhje me jetën tonë, marrëdhëniet tona, karrierën, atë çfarë do të arrijmë, janë aty ku duhet, atëherë mund të vazhdojmë të planifikojmë. Por në qoftë se diku jemi gabuar, e kemi vlerësuar veten tonë gabim, më pak apo më shumë, nuk ka shumë rëndësi, atëherë duhet të rishikojmë edhe një herë dhe të planifikojmë në bazë të tyre. Ndërkohë që kjo hënë e re do të thënë komplet ndryshimi i marrëdhënieve shoqërore, i grupimeve të ndryshme, i organizimeve të cilat ne marrim pjesë në këto moment. Prandaj edhe për shëndet binjakëve, kjo hënë e re do të thënë ndryshimi në të vërtetë komplet i mënyrës se ne perceptojmë veten tonë dhe se si paraqesim atë në shoqëri. Dhe mbi të gjitha kemi komplet riperceptime e ëndrave dhe qëllimeve tona, objektivave tona në jetë. Është një ndikim shumë i madh, shumë i fuqishëm, në të cilën nga i cili, më të themi shenja e binjakëve mund të dalë në një formë të re shumë herë më të fuqishme. Kemi fuqizim shumë të madh fal kësaj pra. Nuk do të jemi impulsiv, këtë detyrim që shkusht, por nuk do të këshilloj që në këto momente të hedhim hapa mbrapa. Duhet të vazhdojmë të ecim përpara, po të jemi të sigurt. Pak më ngadalë, por të ecim hapa patjetër përpara. Një ndikim i cili është shumë i fuqishëm dhe që mund të marrë një ndihmë vërtet shumë të madhe është edhe të ardhurat materiale. Të gjitha investimet që kemi bërë në këto momente, këtu bëhet fjalë më tepër investime që kemi bërë për karrierën dhe ajo çfarë kemi investuar si kohë. Do të fillojmë që të vëmë re frute shumë të mëdha, shumë herë më të mëdha nga çfarë i kishim menduar. Kjo vjen edhe si rrjedhë e pasionit që ne kemi treguar për punën tonë. Kjo hënë e re, siç po vjen një re për shëndet binjakëve, ka në përgjithësi ndikime pozitive. Nuk mund të them që është aq negative sa ishte tek shenjat e tjera, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm, njëllojë siç ishte te 3 shenjat paraardhëse në lidhje me shëndetin. Sidomos personat që janë tek shenja juaj, tek shenja e binjakëve dhe kanë probleme me një mënyrë ose me një tjetër, me tiroidet, kemi probleme me diabetin ose me komplet rrugët e frymarrjes, jeni personat të cilët mund të jeni më të ndikuar se të gjithë të tjerë. Prandaj do t'ju këshilloja me ngurëm që të jeni shumë të kujdesshëm. Mund të kemi përkeqësimin e këtyre sëmundjeve në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, por nga ana tjetër në qoftë se jemi të kujdesshëm, mund të gjejmë edhe disa zgjidhje. Kushti vetë është në të dyja rastet që të shplodhemi. Në një farë mënyrë duhet ta respektojmë shumë trupin tonë në këto momente, në qoftë se duam që të tejkalojmë problemet me thjeshtësi dhe me sukses. Shëndet e binjakëve kemi ndikim shumë të madh pozitiv, këtë e lash në fund. Ndikimi më pozitiv vjen në lidhje me pasi kemi spastruar dhe kemi perceptuar mirë se çfarë duhet të bëjmë, pra qëllimin e jemi më të fokusuar tashmë pasi kemi bërë këtë si punë. Kemi edhe hyrjen në jetë të disa individëve të cilat janë shumë të shëndetshëm dhe të rëndësishëm për ne. Madje mund të kemi edhe fillimin e disa shoqërive të cilat mund të shndërrohen në lidhje partneritete shumë herë të rëndësishme dhe sentimentale. Mund edhe të kemi realizimin e ëndrës për të gjithë ata që dëshirojnë që të bëhen me fëmijë. Edhe kjo është një nga temat të cilat mund të jetë më prekur, por në qoftë se ky është qëllimi juaj, do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm. Dhe plus, për të gjithë ata që janë në një lidhje afatgjat, duke qenë se hëna e plot mbaroi ose mbyllim fillojmë të mbyllte një cikël vicioz në lidhje me marrëdhënie sentimentale. Për të gjithë ata të cilët nuk e kanë bërë këtë së gjë dhe kanë vazhduar që të qëndrojnë në lidhje, edhe pse dini që ishin të pashëndetshme, nga kjo hënë e re mund të dalin me probleme të rëndësishme, sepse mund edhe të bien pre e shumë thashë themeve helmuese që po ndodhen në këto momente për ta.
Prandaj, është momenti i fundit që të hiqni dorë nga diçka e cila nuk është funksionale. Këtë më duhet të analizojmë. Nëse vazhdoni me të njëjtin ritëm, brenda të njëjtave lidhje, mund të keni pasojë vërtet shumë të rënda. Por, e kundërta, të gjithë ata që e kanë marrë situatën e tyre në dorë, është fillimi i një periudhe shumë herë më të shëndetshme, shumë herë më të lumtur madje. Shenja e gëforës, kur kemi një hënë të re, do më thënë që hëna është jo ekzistuese, sidomos 3 ditët përpara kësaj fillim që ta ndiejmë në mënyrë të dukshme kemi një rënje në energji. Duke filluar që nga 14, do të fillojmë që ta bëjmë re edhe më tepër këtë si gjë, kemi pak a shumë edhe një kohë përpara. Deri në atë datë, këshillimi do të ishte për shenjën e gëforës ta përdorin çdo pikë energjie që keni për të krijuar për të planifikuar gjërat të cilat janë më të domosdoshme për ju. Në këtë moment mund të fillojmë që të vëmë re probleme tek shëndeti jon fizik, duke qenë se përmenda kemi të vendosur Jupiterin kë negativ me këtë anë të re pjesë, dhe kjo mund të thotë vërtet probleme të rëndësishme në lidhje me stomakun, të cilat mund të zmadhojnë edhe më tepër, por jo vetëm kaq, mund të vëmë re edhe probleme të rëndësishme tek karriera jonë. Mund të vëmë re ku kemi plasërit ose çarje më të themi. Dhe aty mund të kuptojmë se ku kemi hedhur energjinë tonë kot, si rrjedhoj dhe kemi mundësi që të marrim masa. Problemi është këtu. Në lidhje me karrierën është një nga momentet më delikate për shenjën e gëforës. Ka aftësi për të bërë shumë, është shumë përgjegjës, por nga ana tjetër mund të përballet me vërtet armiqësi. Sidomos personat të cilët në një farë mënyrë apo tjetër kemi pasur bashkëpunime ose që është edhe momenti më delikat janë e prorëta, mund të kemi një farë armiqësie. Këto lloj armiqësisë mund të shprehen edhe në këtë mënyrë që mund të merret merita nga ne, pra mund të e prorëta mund të marrë meritën tonë si ta bëjnë si detyrën, ose kur bëhet fjalë në lidhje me bashkëpunimet, kjo mund të thotë që personat me të cilët kemi bashkëpunuar mund të bëjnë pak a shumë një farë manipulimi dhe përsëri të bëjë të njëjtën gjë. Dhe çfarë ka shenja e gëforës në dorë në këto momente për ta bërë? Këto mund të jenë raste ekstreme, mund të analizojmë, po ekziston një mundësi e tillë. Mënyra se si mund të kalojmë probleme të tilla është që të jemi të sigurt dhe të bëjmë marrëveshje të qarta. Në qoftë se kemi dyshime në lidhje me personat të cilët të bashkëpunojmë, të marrim masa. Jo të gjitha gjërat, pra ti i lëmë në duart të tjerëve të marrë situatën vetë tonë në dorë. Kjo sepse në këtë moment shenja e gëforës i duhet që të jetë përgjegjëse për jetën e saj. Kjo është arsye vetme, pra nuk është se po ndodh për të keqen e shenjës së gëforës, po ndodh sepse duhet të jenë përgjegjëse për çdo veprim që kanë, sidomos në lidhje me karrierën. Në këto momente kemi aftësinë që të rritemi vërtet shumë në karrierë, por në mënyrë që ta meritojmë këtë rritje, pra duhet edhe ne të jemi të aftë për të mbrojtur veten tonë, të drejtat tona. Kjo është arsye vetme që po ndodh. Në qoftë se ne arrim që ta bëjmë këtë gjë, që të jemi të qartë në atë çfarë duhet të ndodhë, atëherë përkundrazi edhe të gjithë këta persona që sa përmenda, fitojmë respektin e tyre dhe kemi bashkëpunime shumë më tepër frytëdhënëse për të dyja palët. Pra siç e vini re, është një fillim i ri, krijimi një identiteti të ri, shumë më të fuqishëm, sidomos në lidhje me karrierën, sidomos në lidhje me të krijuar një autoritet në jetën tonë. Marrëdhëniet sentimentale për shenjën e gëforës janë pozitive dhe negative në të njëjtën kohë në këto momente. Duke qenë se vëmendja shumë është përndarë dhe kemi zmadhimin në shumë problemeve, mund të thotë probleme të rëndësishme edhe tek marrëdhëniet aktuale. Kemi sforcimin e tyre në mënyrë që të kuptojmë se ku duhet të qëndrojmë. Ky sforcim mund të vijë në mënyrë pakës artificiale ose me ndërhyrje nga jashtë, sepse mund të kemi edhe hyrje në skenë disa individëve të cilët janë pak a shumë helmues. Për hapjen e thashë themeve në lidhje me ta, prandaj edhe të gjitha këto marrëdhënie mund të testohen. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi rrugë dalje, do të qëndrojmë të qetë. Është e vetmja gjë dhe të kemi besim tek vetja jonë dhe tek lidhja jonë me të gjithë dhe të diskutojmë gjërat hapur. Pra siç po vini re, për shenjën e gëforës të diskutoj hapur dhe të bëj gjëra të qarta me të gjithë njerëzit që kanë jetën e saj, është shumë e rëndësishme. Pas kësaj, kemi ndikime shumë të fuqishme në krijimin e një stabiliteti shumë të madh, por kjo hënë re është vërtet pak a shumë testimi i fundit. Në lidhje me shoqërinë,
Mund të kemi mbështetje, por nga ana tjetër mund të kemi edhe daljen në skenë të disa personave të cilët le të themi në një farë mënyrës në një tjetër i kanë dëmtuar me vetëdije apo pa vetëdije. Mënyra se si i trajton këto situata ka shumë rëndësi. Në qoftë se nuk jemi me shpat në dorë dhe kuptojmë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, mundet edhe që t'i shpëtojmë këtë si marrëdhënie, paga shumë t'i rindërtojmë. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se janë persona të cilët na kanë mbështetur, e dim apo nuk e dim ne, do t'ju këshilloja që pas kësaj të fillojmë që të vlerësojmë edhe një herë të gjitha marrëdhëniet dhe të fillojmë edhe të angazhohemi pak më tepër në jetën tonë sociale. Është një moment shumë i rëndësishëm për të riperceptuar se sa ne kemi dhënë ose sa kemi marrë për marrëdhëniet tona në jetën tonë sociale janë shumë të rëndësishme në këtë moment për shëndet negaforës. Janë në testime sipër, por shumë pozitive kjo si gjë, sepse fal kësaj mund të dalë në skenë edhe disa miqësi të cilat janë për jetë. Shenja e luanit. Ascendenti gjatë kësaj hëne të re është tek shenja e luanit. Problemi është se ndodhet tek një grad e cila është shkakton dëm vetes së saj, pra është pak a shumë armiku i vetes vet. Armiqësia, më them, pse i shkakton probleme vetes së tij? Shenja e luanit vjen komplet nga egoja e tij. Duke qenë se nuk ka një ego të shëndetshme, që do me thënë mund të kërkoj pak a shumë qyqra në hell, po e themi në thonjza, ose vërtet mund ta tejkaloj atë çfarë jep. Si rrjedhoj, është shumë e rëndësishme që në këto momente të jemi të kujdesshëm me mënyrën se si ne veprojmë dhe reagojmë. Kemi një ndryshim shumë të madh në perceptimin që kemi kundrejt besimeve. Këtu qoftë besimi që kemi tek vetja, qoftë besimi që kemi tek bota, qoftë besimi që kemi tek marrëdhëniet tona. Kemi ndarjen komplet të çfarë është pozitive, çfarë është negative në jetën tonë. Pak a shumë krijimin, mbarimin e karmave, cikleve karmike që kemi pasur deri në këto momente dhe fillimin e cikleve të reja. Se sa të shëndetshme janë këto, detyrimisht është komplet në dorën tuaj. Këshilli im do të ishte që një herë si fillim, përpara se të reagoni, të mendojeni mirë dhe e dyta të rishikoni edhe një herë se çfarë keni bërë këtë muajin e fundit. Duke qenë se hëna e re është mbyllje e një cikli një mujosh, kjo do të thotë që këtë një muaj mund të keni bërë veprime të cilat mund të jenë në dobin tuaj ose mund të keni dëmtuar të gjitha marrëdhëniet, çfarë do të marrëdhënie në jetën tuaj dhe fal kësaj tashmë në këtë moment pak a shumë do të jepni llogari për ato çfarë keni bërë. Nëse është diçka pozitive për përsëris, do të zmadhohet edhe më tepër, por nëse është diçka e cila nuk ka qenë e shëndetshme dhe nuk merrni masa deri tek hëna e re, mund të thotë edhe mbarimin e disa situatave ose të disa lidhjeve të cilat janë shumë të rëndësishme për ju. E keni komplet ju në dorë. Duke qenë se është një hënë e re tek shenja e dashit, keni avantazhin që arrini ta perceptoni dhe mbi të gjitha është në kënd pozitiv me ju. Prandaj, çdo gjë që është qoftë pozitive, qoftë negative, shkëlqen në këtë moment. Arrini ta perceptoni shumë mirë. Dhe mbi të gjitha keni një fat shumë të madh sepse sistemi ju ndihmon. Në këtë moment, po e themi në këtë mënyrë, sistemi është tamam si një prind i cili po ju tregon, këtë e ke bërë mirë, këtë e ke bërë keq, mjafton që ti të dish të mbash përgjegjësi për atë çfarë ke bërë. Në qoftë se ne me këmbgulje vazhdojmë me egoizmin ton, atëherë për shenjën e luanit kemi mbarimin e disa lidhjeve të rëndësishme. Përpërsisht kjo mund të thotë edhe marrëdhënie sentimentale, mund të thotë edhe martesa, mund të thotë edhe mbarimin e disa miqësive të cilat janë shumë të rëndësishme për ju. Këshilla ime do të ishte që të merrni këshilla nga personat të cilët keni besim tek ideologjitë e tyre, pak a shumë mentor, pra po e them në thonjza, personat të cilët keni besim tek mënyra se si e trajtojnë jetën e tyre. Pra pak a shumë personat të cilët mund të bëhen shembull për ju. Në qoftë se arrini ta bëni këtë, atëherë kemi dhe aftësinë që ta përdorim këtë si moment për të ndryshuar rrjedhën e jetës në avantazhin tuaj. Nuk do të këshilloj që të veproni në mënyrë impulsive dhe të reagoni dhe pastaj të shpresoni se çdo gjë do të ngelet ashtu siç ka qenë, sepse kjo është e pamundur në këto momente. Duhet të mbani përgjegjësi 100% përgjegjësi më të them për çdo veprim që bëni dhe që keni bërë deri në këto momente. Ndërkohë që
në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit. Dhe për te atyre që përmenda në fillim që kemi probleme tek sistemi i tretës dhe tek pjesa e kokës, për ju mund të kemi probleme të rëndësishme edhe tek rrugët kardiovaskulare, sepse kjo është pjesa juaj më e ndjeshme, prandaj do t'ju këshilloja që të mos bëni veprime të nxituara, mos egzagjeroni me sportin dhe mundësisht të bëni ushtrime pak më të lehta, të cilat kanë një farë rrjedhshmërie, pra në mënyrë që edhe të stimuloni anën tuaj të ujit. Shenja e virgjëreshës. Gjatë kësaj hëne të re, vendosja e vetme që është tek shenja juaj është nyja jugore e hënës, e cila krijon sfida në jetën tonë dhe për fat të keq ka dhe një kënd negativ me Marsin. Duke qenë se është i vendosur tek shtëpia e karmës, Marsi, do më thënë që në këto momente jeta juaj është vërtet shumë aktive dhe është duke ndryshuar çdo gjë dhe të gjitha marrëdhëniet, po ashtu ciklet të cilat deri në këto momente kanë qenë të lodhshme, kanë filluar të aktivizohen edhe një herë. Deri tek hëna e re do të vazhdojnë që të jenë aktive. Se sa pozitive apo negative janë, është vërtet në vartësi të hartës tuaj, një e para, dhe e dyta është në vartësi të punës që keni bërë. Se sa të vetëdijshëm jeni si individ, sa jeni të vetëdijshëm në lidhje me veten tuaj dhe se sa keni punuar me veten. Kjo sepse kur kemi kaq shumë vendosje tek shenjat, tek shtëpia jon e karmave, do të thotë që sa më larg që të jetë vetëdia, aq më të thjeshtë kemi që për të kaluar problemet, madje mund edhe të mbyllim disa tematika shumë problematike që kemi pasur që nga fëmijëria në disa raste dhe të fillojmë të krijojmë një jetë shumë më të shëndetshme për ne, e cila na bën shumë më të lumtur. Fillimi i disa relatave, kontakteve, marrëdhënieve, të cilat janë shumë herë më fitimprurse nga ana materiale, po ashtu edhe na sillen më tepër gaz, hare, na sillen shumë më tepër mirëqenie në jetën tonë. Por kjo, siç po e përsëris disa herë, është komplet në vartësi të hartës tuaj dhe se sa ju jeni të aftë për të pranuar anën tuaj të errët, e cila në përgjithësi do të vihet re në formën e marrëdhënieve familjare ose persona të cilët i konsideroni si rrënjët tuaja, persona të cilët mbështeteni vazhdimisht, sepse këto rrënjë mund të kuptoni që në të vërtet janë të kalbura. Këtu mund të thotë bëhet fjalë edhe në lidhje me besime, mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me kushtëzime që vijnë nga familja apo edhe nga rrënjët tuaj, që do të thonë edhe nga mënyra se si jeni rritur. Prandaj edhe jeni të detyruar që të gjitha këto të rishikoni dhe të filloni që të krijoni diçka më të shëndetshme për jetën tuaj. Për fat të keq, edhe për ju mund të kemi përhapjen disa themeve, tonë në përgjithësi vijnë nga fisi për ju. Pra, mund të përballeni me persona brenda fisit tuaj të cilët nuk e kanë më shumë të mirë dhe që mund të thonë edhe probleme në lidhje me ndarjen e pronave. Ose të ardhurave të përbashkëta që vijnë përsëri nga fisi, pra, ose arsye që mund të dalin këto thashëtem, mund të jenë pikërisht këto. Gjithsesi, për ju kemi disi më të thjesht për t'i anashkaluar. Mënyra se si do t'i anashkaloni më thjesht do t'ishte që të merrni ndihmë nga persona të cilët keni besim përsëri nga fisi juaj ose nga partnerët tuaj. Sidomos ata të cilët janë të martuar, është një moment shumë pozitiv. Ose me martimi janë persona të cilët mund të bëjnë mbështetje vërtet shumë e madhe, do t'ju këshilloj që të merrni kërkonit me vërtetimi ndihmën e tyre. Ndërkohë që udhëtimet jashtë shtetit apo trajnimet, në këto momente do t'i këshilloja që t'i bëni vetëm në qoftë se jeni 100% të sigurt, sepse gjatë tyre mund të dalin probleme të cilat mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme nga ana materiale, ose në disa raste mund të përballem edhe me situata të cilat mund të shkaktojnë dëme edhe në anën tonë fizike, që mund të thotë mund të kemi edhe një aksidente të vogla, por gjithsesi mund të na mbajnë në një farë mënyre të mbyllur në shtëpi ose pra ti jemi në një farë mënyrë të izoluar. Pika ku keni fat është për përsëris marrëdhënie sentimentale, si në lidhje të afatgjata që janë aktuale, që kanë filluar tashmë, që kanë një farë periudhe që ekzistojnë, ose në fillimin e lidhjeve të reja. Këtu jeni me vërtet me shumë fat. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që në qoftë se dëshironi që të krijoni diçka të re, që nuk keni qenë të sigurt, keni pasur dyshimet tuaja, është momenti ideal për të kuptuar se ku qëndroni në lidhje me këtë individ
dhe falë kësaj të mund të krijoni diçka shumë më të shëndetshme. Përshëndetje Virgjëreshës, shëndeti është i prekur, është më tepër prekur si rrjedhoj e siç e thash, veprimeve të nxituara të cilat mund të shkaktojnë dëme në trupin ton, por jo vetëm kaq, mund të kemi edhe probleme të rëndësishme sepse është i prekur sistemi tretës, të cilin ju e keni të ndjeshëm. Ndoshta jo stomaku, por e keni të prekur komplet pjesën e zorëve, prandaj do të jemi shumë të kujdesshëm. Nëse keni temperaturë sa do e ulët në këtë moment, do të këshilloj patjetër që të shkoni te doktori. Shenja e peshores, kjo hënëre po ndodh përballë me ju. Në këto momente, domethënë tema e parë, e dytë, e tretë, e 10 për ju është partneriteti dhe ju vetë si individ. Sa pozitive apo negative është vërtet që kjo hënëre kishte këtë si karakteristikë, varet shumë nga individi, duke qenë se na prek ne komplet si individ, në mënyrë se ne e shfaqim veten tonë në botë, se sa pranojmë, se sa tolerojmë e të tjerë. Prandaj edhe për ju është shumë e rëndësishme kjo si gjë. Domethënë është shenjë që vërtet ajo çfarë do të vendoset, domethënë është se ju çfarë rrugë zgjidhni dhe si i pranoni, cilat janë persona me them që pranoni jetën tuaj dhe se si pranoni që të trajtojnë. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në lidhje me identitetin që krijojmë. Kjo mund të thotë që bëni pak a shumë lider. Dhe mund të thotë edhe që pak a shumë i vini vizën marrëdhënieve në këto momente, ato që janë problematike bëhet fjalë, sepse keni më tepër një dëshirë që të dini vetë në ske. Ndërkohë që marrëdhëniet të cilat ju bëjnë që të ndjeni krenar për atë çfarë keni zgjedhur, që e dini që jeni të vlerësuar, do ndodh komplet e kundërta. Mezi do të prisni pak a shumë që t'ja prezantoni njerëzve të tjerë dhe si rrjedhoj mund të kemi krijimin disa çifteve të cilët janë shumë të fuqishëm, pra power couple. Është një hënëre shumë e fuqishme për ju. Mund të thotë martesë, pothuajse automatike, domethënë, sidomos në lidhje të cilat pasioni është shumë i lartë, do të ndihet edhe më tepër kjo. Mund të kemi pothuajse më njëherë për të fjalë edhe këtu krijimin e ose me këtë ngjenin e shtatzan, krijimin e familjes, pra, për këtë arsye. Nga ana tjetër, të gjitha ato probleme që mund të kemi pasur me figurat e autoritetit, nga kjo hënëre, në të vërtetë fillojnë dhe zgjidhen. E kuptoni ju vetë shumë mirë se cili është hapi që duhet jeni, kjo është edhe arsyeja. Është një hënëre shumë e lodhshme sepse ka shumë ndikim të fuqishëm, pra, sidomos në lidhje me marrëdhënie sentimentale, por është një ndikim shumë i madh pozitiv në të njëjtën kohë. Domethënë mbarimi i gjithçkaje që deri në këtë moment ju ka mbajtur mbrapa, të cilat ju nuk keni ndier ashtu siç duhet, sepse siç e thash, i prisni me thik tash, më nuk mbani më gjë të tjera në jetën tuaj, dhe krijimi i një jete shumë më të përshtatshme me partnerin tuaj. Partneriteti në përgjithësi bëhet fjalë në lidhje me çështje sentimentale, siç e thash, sepse kemi martesa, por kjo martesë mund të jetë edhe në lidhje me biznesin, pra krijimin e bashkëpunimeve të cilat janë shumë të rëndësishme për ju, të cilat ju sjellin të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Gjatë kësaj hëne të re kemi edhe një vendosje tek shenja e akrepit, që për ju do të thotë të ardhurat materiale dhe do të thotë mbylljen e cikleve karmike. Prandaj është shumë pozitiv, në të vërtetë. Të gjitha marrëveshjet që fillojnë në këto momente, ose menjëherë pas së re, domethënë që janë marrëveshje të cilat do të zgjasin vërtet shumë, kemi mbylljen e një cikli i cili mund të ketë mbajtur pak a shumë në vend numëron në lidhje me të ardhurat materiale dhe fillimin e diçka të re. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në firmosjen e kontratave për punë të reja, sepse kemi një farë drejtësie në jetën tuaj në lidhje me këto pikpamje, dhe falë kësaj tashmë filloni dhe merrni shumë më tepër të ardhur materiale. Përshëndetje peshores, kjo hënëre në të vërtetë ka ndikim pozitiv. Keni fat, domethënë, nga kjo hënëre, i cili vjen duke u shtuar. Është në mirë sepse kemi krijimin e dinamikave shumë më të shëndetshme për ju. Hëna e plot që ishte tek shenja juaj, por është shumë problematike sepse nuk e dini dhe vetë ku të qëndroni, kishte çbalancim total, ndërkohë që kjo hënëre tashmë gjithë atë çbalancim do ta mbaroj, do të filloj diçka e re më e shëndetshme për ju. Dhe krijimin e identitetit më të fuqishëm. Mënyrë se si e prezantoni veten tuaj në botë do të jetë shumë më e fuqishme ose më karizmatike, më të themi. Normale që duhet jeni të vëmendshëm, të kujdesshëm dhe duhet jeni hapat me kujdes, por përsëris pak a shumë fati ju ndihmon për fat të mirë, sepse di që është një periudhë e cila është
ka qenë e lodhshme më të thënë. Në momente ose vendi ku do të jeni shumë të kujdesshëm janë marrëdhëniet që me vëllezërit e me motrat tuaja. Ky do të jetë vendin të cilët vërtet mund të kemi një farë xhelozie që mund të dalë në skenë, një farë armiqësie që mund të dalë në skenë, qoftë nga ana juaj, qoftë nga ana tyre. Dhe falë kësaj këto lloj dinamikash mund të fillojnë që ose më këto lloj marrëdhënies mund të krijojnë një dinamikë e cila nuk është shumë e shëndetshme. Që të flasim hapur, të komunikojmë hapur ka rëndësi, nëse komunikojmë hapur kemi zgjidhje, të marrim përgjegjësi për ato çfarë ne kemi bërë gabim ka shumë rëndësi në këtë pikë. Dhe në qoftë se arrijmë ta bëjmë këtë, e kemi më të thjeshtë të janë shkrim. Por në qoftë se nuk e bëjmë këtë që nuk është në qoftë se nuk kemi të përgjegjshëm për gabimet tona, mund të krijojë një lloj marrëdhënie shumë toksike, e cila mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme pothuajse në çdo aspekt të jetës tonë, sepse do të jenë marrëdhënie shumë të rëndësishme për ju. Ndërkohë që kjo është diçka më vete, për të gjithë ata që në këto momente duan të firmosin një farë kontrate me këta persona që sa përmenda, me vëllezërit, me motrat, me kushërinjt, me miqt tuaj të ngushtë, do t'ju këshilloja që të merrni patjetër edhe një ekspert i cili t'ju këshillojë. Pra të keni pak a shumë një dëshmimtar, domethënë që asnjëherë edhe asnjëri mos i bëhet padrejtësi. Shenja e akrepit. Gjatë kësaj hëne të re kemi një ndikim shumë të fuqishëm tek shëndeti dhe për shenjën e akrepit ndikohet vërtet shumë. Kemi komplet ndryshimin e mënyrës se si përqasemi jetës, ndryshimin e komplet mënyrës se si trajtojmë veten tonë, shëndetin tonë, kemi krijimin e një jete më të përgjegjshme, kemi shtimin e përgjegjësisë në jetën tonë. Dhe për këtë arsye, si fillim do të na duhet që të kuptojmë mirë se çfarë është që nuk qëndron. Prandaj dhe shenja e akrepit është shenja që mund të preket pak më tepër se të gjitha të tjera tek shëndeti fizik, sepse nëse është diçka që nuk funksionon, si fillim mund të shkaktojë një dëm tek ana jonë shëndetësore. Është pak a shumë krijimi një energjie të re në këto momente. Prandaj dhe duhet të jemi shumë të vëmendshëm në atë çfarë na thot trupi. Në qoftë se e vëmë re që energjia në ambient nuk na pëlqen, dhe shenja e akrepit e ndjen këtë, siç e prandaj po e them në këtë mënyrë, do t'ju këshilloj që të bëjmë disa hapa mbrapa, ta vërtetojmë edhe një herë situatën, në qoftë se kemi dyshim për diçka, çfarë do lloj gjëje që të jetë kjo, marrëdhënie, çfarë do lloj marrëdhënie që të jetë kjo, do t'ju këshilloj që të bëjmë disa hapa mbrapa dhe ta shqyrtojmë mirë, ta analizojmë mirë dhe pastaj të fillojmë ta rindërtojmë. Në këtë moment kemi aftësi shumë të mëdha për të ndërtuar gjëra për shenjën e akrepit, por siç e thash, duke qenë se prekemi shumë si në shëndetin fizik, po ashtu edhe pak a shumë preket komplet energjia jonë e përgjithshme. Mund ta kemi pak më të vështirë që të hedhim hapa të shpejt, pra do të hedhim pak më ngadalë. Ndërkohë që atë çfarë përmendet tek shenja e peshorës, duke qenë se kemi edhe një vendosje tek shenja e ujit që domethënë edhe mbylljen e një cikli shumë të rëndësishëm karmik dhe mbi të gjitha. Kemi edhe një fat në të vërtetë fal kësaj. Kemi aftësinë për këtë arsye që të krijojmë diçka të re. Në përgjithësi kjo do të vinë në formën e njerëzve të rinj që hyjnë në këtë moment në jetën tonë. Qofshin këta persona me të cilët fillojmë të punojmë së bashku tek vendi punës, bëhet fjalë më tepër për kolektivin, qofshin këta dhe persona në lidhje me çështjet sentimentale. Po ashtu kemi edhe shtimin e shoqërisë në këto momente, për shenjën e akrepit. Por shoqëria si fillim mund të bëhet pak problematike, mund të mos dim se ku qëndron, pastaj të rregullohet. Rregullimi vjen në përgjithësi pas anës së re, deri në atë datë mund të kemi mund të nënduhet me vërtetë që të kuptojmë shumë më mirë se ku qëndrojmë me këta persona. Qoftë me shoqërinë e vjetër, qoftë me shoqërinë e re, qoftë me grupime ose organizatën të cilat marrin pjesë. Ndërkohë që pas anës së re, tashmë duke qenë se do ta dimë se ku qëndrojmë, e kemi shumë më të thjeshtë që të fillojmë dhe të kalojmë kohë me personat ose të mbështetemi tek personat të cilët janë më të shëndetshëm për ne. Gjithsesi, në lidhje me çështjet sentimentale, siç e thash, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Kjo hënëre shënon fillimin e një periudhe e cila është pak a shumë e artë në lidhje me këto tema. Pak më tepër që Venusi do të jetë vendosur tek shenja e Demit gjatë kësaj hëne të re dhe do të jetë në ikën negativ, në ikën pozitiv me Jupiterin. Që do me thënë, çështjet sentimentale lulëzojnë. Kemi fillimin e një periudhe ku martesat futen në një fazë shumë romantike, ose mund të martohemi, krijimin e bashkëpunimeve shumë fitimpurse në lidhje me të ardhurën materiale,
ose brenda martesës krijimin e begatisë. Si rrjedhor për shenjën e akrepit është një hënëre e fuqishme në përgjithësi, në vartësi gjithmonë të hartës pozitive, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm në çdo hap që hedhim, qoftë në lidhje me shëndetin ton fizik, qoftë në lidhje me çdo relat që kemi në jetën tonë, çdo lloj marrëdhënie, pak rëndësi ka. Mënyra se si ne trajtojmë trupin ton është shumë e rëndësishme në këto momente, sepse në bazë të saj do të luhatet edhe energjia, prandaj dhe në qoftë se ne jemi të kujdesshëm për trupin, kemi energji të mjaftueshme për të bërë gjithçka, por në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm, sidomos këtu kthehemi prapë tek çështja që thash këtë javë. Jemi persona që bjem shumë pre e vartësive, çfarë do lloj vartësie që të kjo, por më tepër bëhet fjalë për alkoolin, atëherë kemi shumë më tepër problematike që në këto momente ta përdorim këtë, madje mund të kemi probleme shumë të rëndësishme në lidhje me shëndetin fizik. I gjithë ajo çfarë thash këtë për parashikimin e nevojë për këtë javë, pra që probleme në lidhje me vartësit dalin në skenë, rezultatin ose pasojat më mirë të themi do të fillojmë që të vëmë re menjëherë pas kësaj hëne të re, dhe kjo mund të thotë që mund të kemi dëmtime të dëmshme tek shëndeti jon fizik dhe tek të ardhurat materiale, sepse në një farë mënyrë sistemi ne nëndëshkon. Por në qoftë se jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin ton, me trupin ton dhe nuk vjen prej këtyre vartësive, është komplet e kundërta. Fillimet të reja për çdo gjë këshillohen pas hënës së re deri tek hëna e re, do të këshilloj që të planifikoni mirë dhe të hiqni mirë nga jeta jonë gjëra që nuk janë funksionale, sepse pas asaj bëjmë shumë tepër efikas. Do të këshilloj që të rishikonim edhe një herë të gjitha marrëdhëniet që kemi në këtë moment në jetën tonë, ndërkohë që tek lidhjet sentimentale aktuale, tek martesa e të tjera është komplet e kundërta. Duhet të fokusohemi tek ajo çfarë mund të zmadhojmë. Çdo gjë që është negative ta heqim nga jeta jonë, pothuajse automatikisht. Bëhet automatikisht më mirë të themi, ndërkohë që për të shtuar fillojmë gradualisht të ndodh pas hënës së re. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit është me fat dhe pa fat. Okej. Është shumë e fat sepse kemi shumë vendosur tek shenja e dashit, dhe kjo do të thënë që fati shtohet pothuajse në çdo aspekt të jetës, por duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e dashit, do të thënë që ndoshta nuk kemi dhe aftësinë që t'i përdorim. Jemi shumë impulsiv dhe na vjen gjithçka pothuajse njerëz, është pak a shumë se të ngelesh në një shi i cili bie me gjyma, domethënë, dhe lagesh, por se sa i dobishëm është ky për ne si individ, është me pikë pyetje. Prandaj, ajo çfarë do të këshilloja në këtë moment të bëni shenjën së shigjetarit është të krijojë një sistem që këto ujë ta mbledhin, pra. Fatin ta mbledhin në një farë mënyre. Mënyra se sa është më efikase për ta bërë këtë është të jemi të planifikuar. Në radhë të parë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm për atë çfarë në këto momente nuk jemi të sigurt. Duke qenë se dyshimi është shumë i lartë, në të vërtetë kemi shumë të thjeshtë që ta perceptojmë çfarë funksionon, çfarë nuk po funksionon. Pra, ato çfarë kemi dyshim të mbajmë mënjan. 2. Të vëmë re se cilat janë aftësitë tona. Kreativitet në lidhje me burime për të ardhur materiale të reja, të bëjmë të kemi një panoramë të qartë pra në lidhje me këtë temë. Dhe treta, në lidhje me çështje sentimentale. Duke qenë se në këtë moment, siç e thash, kemi fat pothuajse në çdo aspekt. Por duke qenë se vijnë të gjitha gjërat njerësh, është e pamundur që mund të përdorim të gjitha. Nga ana tjetër, në qoftë se ne kemi të qartë se çfarë duam që të kemi dhe çfarë duam të investojmë, ku duam të investojmë, dhe çfarë duam të ndërtojmë në këto momente, detyrimisht të gjitha këto mundësi që bëjnë jetën tonë e kemi të thjesht pastaj që të marrim dhe të vendosim aty ku duhet. Në radhë të parë, deri tek këna e re do të këshilloja që çdo gjë që kemi në dyshim ta mbajmë mënjan dhe të fillojmë dhe të sqarojmë brenda vetes tonë. 2. Të marrim mendimin e familjarëve tanë. 3. Të marrim mendimin e personave të cilët kemi besim tek fjala e tyre. Gjatë kësaj hëne të re do të kemi një ndikim shumë të rëndësishëm edhe në lidhje me fatin dhe në lidhje me trajnimet. Në qoftë se kemi mundësi deri në atë datë që të marrim një lloj trajnimi, sidomos për të qartësuar veten tonë. Tu bëhet fjalë edhe në lidhje me anën shpirtërore, do të këshillojmë ngujmë që ta bënim këtë, sepse kjo do të na ndihmojë shumë që të jemi më të qartë në idetë tona dhe fal kësaj të mund të bëjmë një planifikim më të qartë. Ndërkohë që për çdo gjë në të cilën ne duam që të ndërtojmë të re, pra çdo aktivitet të ri, çdo projekt të ri që
të cilën në këto momente po mundohemi që ta ngrejmë në këmbë, duke qenë se edhe në këtë pikë do të kemi fat, por na duhet përgjegjësi, do të këshilloja që të fillojmë që të jemi më të qartë në atë çfarë bëjmë. Si rrjedhoj të bëjmë një plan të qartë, çfarë duhet, cila është ana monetare që nevojitet e të tjerë. Nëse i kemi të qarta të gjitha detajet, siç e thash, do të kemi hyrje në jetën tonë të shumë elementeve të cilat mund t'i përdorim, si në të ardhmë materiale, po ashtu edhe në lidhje me kontakte të reja ose kontakte individ të cilët mund të na ndihmojnë të na hapin rrugë të reja. Për këtë arsye, shenja e shigjetarit, siç e thash, ka fat shumë të madh, por nëse nuk di ta përdor këtë, pastaj bëhet edhe pak a shumë fatkeqësi sepse do na shkasin gjërat nga duart. Në lidhje me çështje sentimentale, është një nga periodat ku shenja e shigjetarit pak a shumë po testohet, sepse po testohet edhe me anën e tij të dobët në këto momente, dhe si rrjedhoj mund të kemi përballje me vërtet persona të cilët mund të përhapin pak a shumë thashë theme në lidhje me ne. Kjo mund të thotë edhe një ulje të dukshme të moralit, mund të thotë edhe përballje me disa situata të pakëndshme, kjo mund të jetë edhe brenda kolektivit, mund të jetë edhe brenda ambientit ku ne kalojmë më tepër kohën. Si rrjedhoj mund të bëhet një periudhë vërtet pak e lodhshme, por fal kësaj do të dalim vërtet në një do të dalim në një ambient, do të kalojmë në një ambient i cili është shumë herë më i shëndetshëm, në të cilin ndihemi vërtet shumë mirë, ku ndihemi të kuptuar, etj. Pra të gjitha situatat marrëdhënie të cilat janë toksike në këto momente, kemi aftësinë që thjesht në qoftë se arrim të përballemi me atë çfarë po ndodh në të vërtet, pas kësaj të fillojmë që të jemi në një situatë shumë më të shëndetshme për ne. Mund të bëhet pak e vështirë, sidomos në lidhje në marrëdhënie të cilat janë me familjarët tanë ose në marrëdhënie të cilat janë me shoqërinë tonë të ngushtë, sidomos me vëllezërit e me motrat tona, sepse kjo ishte një nga temat të cilat ishte pakës më problematike. Pra, mund të shgënjehemi nga këto lloj marrëdhënies me vëllezërit dhe motrat tanë, prandaj do t'i këshilloj që të jemi pakës më të qetë dhe të fokusohemi tek gjërat që në këto momente po funksionojnë. Në qoftë se këto marrëdhënie mund të shërojnë në një mënyrë ose në një tjetër, por në qoftë se është diçka që thjesht mund na mbron mbrapa, do të këshilloj që të fokusohemi tek gjërat të cilat janë më të shëndetshme dhe na bëjnë që të ndihemi të qetë. Pika ku kemi më tepër fat është krijimi i diçkaje të re, si rrjedhoj për shenjën e shigjetarit, mund të thotë edhe krijimi i lidhjeve të reja, që përmenda, është një nga mënyrë ose përmenda mënyrë se si duhet ta bëjmë këtë. Dhe nga ana tjetër kemi edhe krijimin edhe të diçkaje e cila është vërtet shumë afatgjatë. Këtu bëhet fjalë edhe për martesën, madje në disa raste mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me fëmijët, duke qenë se kemi lindje të reja nga kjo hënë e re. Shenja përcape nga kjo hënë e re, kemi krijime të reja, por është pak a shumë me pasojë. Ndërkohë që për të gjitha shenjat e tjera kishim në një farë mënyrë diçka që duhet ishim të qetë, për ju është komplet e kundërta. Në këto momente është momenti që duhet jeni vërtet aktiv, proaktiv më të themi, në çdo zgjedhje tuaj. Për këtë arsye, deri tek hëna e re, këshilla ime do të ishte kjo. Si fillim të specifikoni se çfarë nuk funksionon në jetën tuaj. Në atë çfarë bëni një plan të asaj çfarë doni ju të ndërtoni dhe çdo element i cili është pengesë ta merrni dhe ta shqyrtoni një nga një. Të jeni proaktiv pra në zgjedhjet tuaja. Nëse këto gjëra, çfarë do të gjej, e lini fatet, për fat të keq për ju do të thotë humbje. Dhe do të thotë fillime të reja që janë të pashëndetshme. Prandaj duhet të jeni shumë proaktiv në zgjedhjet të gjithçkaje në këto momente. Nëse keni probleme me marrëdhënie familjare, ky është momenti më i duhur për të sqaruar problemet që kanë ekzistuar, qoftë edhe për një kohë të gjatë, dhe për të ndërtuar diçka më të shëndetshme, për të krijuar një relat më të shëndetshme, më të themi. Në këto momente, në të vërtetë ju jeni pak a shumë një figurë shumë e rëndësishme autoriteti. Keni një aura të tillë, më të themi, autoritative. Prandaj edhe ju t'i këshilloj vërtet që ta përdorni. E njëjta që është e vlefshme edhe për sa i përket marrëdhënieve në punë, në lidhje me karrierën tuaj. Është komplet e njëjta gjë. Duhet të jeni shumë proaktiv në çdo zgjedhje që bëni. Duhet ta mendoni mirë se
pse po e bëni atë zgjidhje dhe të mendoni mirë dhe pasojat e zgjidhjeve të gabuar dhe të veproni në bazë të tyre. Në lidhje me shëndetin detyrimisht jeni të ndikuar sepse në këto momente çdo gjë po vjen pak a shumë njerëz, çdo gjë duhet ta zgjidhni pothuajse më njëherë, prandaj të mund të ndjeni të lodhur, kjo është arsye që shëndeti është i prekur. Por nga ana tjetër e keni ju vetë në dorë që edhe këtë shëndet ta mbani, ta mirëmbani, më të themi. Kjo do të thotë që duhet jeni shumë duhet të jeni aktiv aq sa që duhet. Pra edhe në këtë pikë duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Kjo do të thotë që në qoftë se e teproni me aktivitetin fizik gjatë kësaj periudhe deri tek këna e re, do të këshilloja që të jeni shumë herë më të kontrolluar në lidhje me këtë temë. Në qoftë se nuk bëni lëvizje fare, edhe në këtë pikë do të këshilloja që të filloni të jeni më aktiv, të kryeni disa rutina të cilat janë shumë herë më të shëndetshme. Çdo veprim që bëni duhet ta keni të planifikuar, të programuar. Kjo është e vetmja mënyrë që pas kësaj hëne të re të mund të filloni të shijoni diçka shumë herë më pozitive. Pak a shumë begati në jetën tuaj, sepse ky është momenti i fundit i cili është i lodhshëm për ju. Pas kësaj pak a shumë gjërat vijnë vetvetiu. Do të keni shumë më të thjesht edhe të lëvizni, pothuajse të lundroni në jetën tuaj. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me punën, bëhet lidhje edhe në lidhje me marrëdhëniet sentimentale, edhe brenda martesave, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Kjo hënë e re në të vërtet për ju thyen komplet ato besimet ose kushtëzimet që keni pasur në lidhje me të ardhurat material. Prandaj fal kësaj mund të ndërtoni edhe një sistem të ri i cili është më funksional, është më praktik, i cili nuk është se ju duhet që të punoni, le të themi 15 orë në ditë për të marrë aq sa juve doni, apo ju duhet për të jetuar jetën që dëshironi, por fakti krijimit të sistemit të ri mund të duhet për shembull po themi aq sa duhet 8 orë, 9 orë në ditë, në mënyrë që edhe të shijoni atë çfarë merrni, edhe të jeni më të nga ana materiale të jeni të kënaqur. Ndërkohë që në lidhje me çështje sentimentale. Shenja e Brecavit në lidhje me çështjet sentimentale nga kjo hënë e re është një ndër shenjat e cilat kanë ndikime më të mëdha pozitive. Ka një fat vërtet shumë të madh sepse Venusi është vendosur tek shtëpia juaj e dashurisë. Prandaj të filloni diçka të re apo të zhvilloni atë që keni filluar është vërtet një moment shumë pozitiv. Duke qenë se është pak e lodhshme në tematikat e tjera, kjo është një pika ku pak a shumë mund të shplodheni, sepse do të ndjeni shumë më të kuptuar, pak a shumë do të dihet masazh për shpirtin, domethënë. Si redoj do të këshilloj që në këtë pikpamje, domethënë të kaloni pak më tepër kohë me personat tuaj të zemrës. Për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, por përse keni fat, mundet edhe të krijoni diçka të re, nëse keni një person në mendje në këto momente, do të këshilloj që të drejtohen aty, pak më tepër që lidhjet afatgjata edhe këto kanë një rifreskim, marrë një rifreskim pak a shumë dhe kemi edhe një fat në lidhje me për të gjithë ata që duan të bëjnë me fëmijë. Është një moment shumë pozitiv, sepse edhe për ju mund të thotë fillimi i familjes. Një nga tematikat e cilat mund të bëhet pak problematike ose e lodhshme në vartësi, varet nëse e zgjidhni apo jo, domethënë, është se për ju mund të thotë edhe zhvendosje e shtëpisë. Në qoftë se brenda shtëpisë, për një arsye ose për një tjetër, nuk jeni të lumtur ose nuk ndjeni mirë ose nuk është e përshtatshme për ju, do të thotë që mund të zhvendosen në një vend që është disi më i përshtatshëm në disa raste edhe në një vend i cili pak a shumë është detyruar ku të zhvendosen, e kjo edhe në bazë të martesës ose në bazë të ndryshimit të karrierës. Gjithsesi, në qoftë se jeni të programuar në lidhje me këtë temë, do ta tejkaloni më thjesht problemet që mund të dalin në vartësi të kësaj. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit, domethënë ndryshime në mënyrën ose në perceptimin që ne kemi për informacionin, krijimi i kontakteve të reja, zhvillimi i jonë si individ, krijimi i identitetit të ri i cili shumë më intelektual, i cili përqaset jetës me më tepër informacion, si rjedhoj ka shumë më të thjeshtë që çdo gjë që i del përpara të gjejë zgjidhje. Është më përgjegjës në të vërtetë shenja e ujorit, kjo sepse Plutoni që është i vendosur në këto momente të shenja juaj ka kënde pozitive me 4 nga vendoset që do të jenë tek shenja e Dashit gjatë kësaj hëne të re, që është Merkuri, është Marsi, Saturni dhe Neptuni.
Komunikimi shumë efikas në këto momente, krijimi kontakteve i kontratave të reja në këto momente shumë efikase, prandaj dhe për ju kjo është një moment shumë ideal në të vërtetë që të filloni dhe të programoni atë çfarë ju doni që të krijoni. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me për të krijuar një stabilitet ose një bazament, më të themi që do thotë shtëpi ose në disa raste familje apo edhe marrëdhënie të cilat janë shumë herë më të që mund të përdoren me të cilat mund të krijohet një farë biznesi dhe si rrjedhohet mund të krijojnë dhe të ardhur materiale të mira. Në lidhje me çështje sentimentale kemi një farë shërimi shpirtëror për ju, është shumë pozitive si fazë, por nga ana tjetër kemi edhe një rëndesë shumë të madhe pikërisht tek marrëdhëniet që kemi me vëllezërit, me motrat, sepse këto janë marrëdhënie të cilat në këto momente janë të destinuara të ndryshojnë. Është një hënere prej të cilës ju do të dilni individ komplet ndryshe. Prandaj edhe në qoftë se këto marrëdhënie janë sfiduese në këto momente, jeni të detyruar që pak a shumë t'i lini mbrapa. Kjo nuk do të thënë se nuk do të keni më kontakt me këtë si person, por me vëllezër motrat tuaj, do të thënë që ju do të shndërroni një individ i cili tashmë këto lloj marrëdhënie që ka tejkaluar në një farë mënyre dhe është shumë herë më i dhënë pas zhvillimit të jetës së tij personale, pas evolimit të tij. Nuk mund të them që është diçka negative, është thjesht se ata si persona, në qoftë se lihen mbrapa, mund të krijojnë pak zemërime brenda tyre, prandaj do t'i këshilloj që çdo gjë ta bëni me moderitet në këto lloj marrëdhëniesh. Dhe të mund ose më ta organizoni kohën e duhur e nevojshme që të kaloni kohë dhe me ta edhe më vonë. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, karrierës e të tjerë, ju jeni një nga shenjat e cilën nga kjo hënëre shkëlqeni pak a shumë. Keni një farë magnetizmi shumë të lartë në këto momente. Por fal kësaj mund të bini pre edhe xhelozive, shumë thjesht. Personat që mund të bëjnë pak më tepër xhelos janë personat që sa përmenda, që janë vëllezërit, motrat, kushërinë tuaj, në disa raste dhe miqtë tuaj më të mirë, sepse vërtet që mund ta ndjeni që po i lini mbrapa, pra kjo është arsye vetme. Prandaj dhe do të këshilloj që të krijoni një farë balance të re. Normalisht njeriu kur evoluon fillon të krijon lidhje marrëdhënie të reja, por edhe ato çfarë janë të vjetra, pra sidomos ato që kanë qenë për një periudhë shumë të gjatë, do të këshilloj që ti mirëmbani në një mënyrë ose në një tjetër. Nga kjo hënëre për ju kemi krijimin e një individi i cili është shumë herë më i gjerë si individ, shumë herë më i madh si individ, dhe fal kësaj mund të kemi edhe krijimin e një begatie shumë herë më të madhe. Do t'i këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet familjare dhe në veprimet shumë të nxituara në këtë moment në lidhje me ta. Kjo sepse ky moment është hapi i parë drejt jetës që do të jetoni për pak a shumë për 7 vite në vazhdim, ose i ciklit më them që do të filloj për 7 vite në vazhdim. Prandaj shenja e ujorit në këtë moment është pak a shumë moment shumë vendimtar. Është moment shumë i rëndësishëm i cili po hedh rrënjët ose po fillon pra po ve gurin themelor për jetën në vazhdim. Prandaj të gjitha marrëdhëniet do t'i këshilloj që shikoni nga kjo pikpamje. Pika e cila kemi ndryshime, por këto ndryshime nuk vijnë shumë butë, domethënë janë edhe marrëdhënie sentimentale. Është një ndryshim pothuajse menjëhershëm, paraqitja në jetën tuaj disa individëve të cilët janë shumë të përshtatshëm për ju. Problemi është se ju vetë jeni në këto momente duke ndryshuar aq shumë sa ndoshta nuk e ndjeni se keni kohë për ta. Gjithsesi do t'i këshilloj që çdo gjë ta merrni moderitet dhe të çdo gjë t'i jepni të kohën e saj, domethënë. Në lidhje me shëndetin fizik, por ju jeni shumë të ndikuar madje, do të këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm. Kemi prekje në mënyrë të dukshme të komplet sistemit imunitar dhe sistemi nervor është shumë i prekur, madje për ju mund të kemi edhe përhapjen edhe të infeksioneve, ose më themi, infeksione mund të zmadhojnë edhe më tepër, prandaj do të këshilloj që t'jeni shumë të vëmendshëm në çdo sinjal që jep trupi, sepse mund të zmadhojnë edhe më tepër pra problemet në lidhje me shëndetin.
Kjo mund të thotë që nëse kemi infekcion të caktuar në trupin tonë, mund të kemi edhe temperaturë vërtet shumë të lartë, pak më tepër që ajri është i ulët gjatë kësaj hëne të re, që do më thënë mund të kemi probleme edhe në lidhje me rrugët e frymëmarrjes. Prandaj, detyrimisht të këshilloj që jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin. Këshilla ime do të ishte që mos jemi shumë aktiv. Edhe pse kemi një energji shumë të lartë, do të këshilloj që jemi disi më pasiv, të jemi pakës më të qetë në çdo veprimtari që bëjmë. Dhe shenja e peshëve. Kjo hënëre është një nga hënët e reja më të rëndësishme dhe më të fuqishme për ju. Kemi Marsin, i cili është drejtuesi kësaj hënë të re në takim me drejtuesin tuaj që është Neptuni. E kjo do më thënë që vlera për ju është në ndryshime sipër, keni një perceptim komplet të vlerës, qoftë atë tuaj, qoftë edhe të çdo situate, çdo individi, çdo gjëje që ekziston në jetën tuaj, pra. Në është pozitive apo është negative, është komplet në vartësi të individit. Sa më të qartë jemi në idetë tona, aq më të thjeshtë kemi që ta përdorim këtë moment në avantazhin tonë dhe të krijojmë një jetë e cila është në vlera të përshtatshme ose të shëndetshme. Sa më tepër që të bijem pak a shumë e pesimizmit apo e melankolisë, e dramës të veçkaktuar, aq më të vështirë kemi, sepse mund të krijojmë një iluzion shumë më thjesht në këto momente. Kur kemi takimin e Mërkurit me Neptunin, që është gjatë kësaj hëne të re, domethënë që ne gënjejmë shumë thjesht veten tonë. E kemi shumë më të thjeshtë mendjen tonë, të zhytemi në ëndra, më mirë të themi, dhe ta manipulojmë veten tonë më thjesht. Prandaj dhe në këto momente shenjës së peshëve, këshilla e vetme që do t'ju jepi është të jeni realist. Çdo gjë e ka një zgjidhje dhe pak më tepër që në këto momente po del në sipërfaqe një individ i cili është shumë herë më karizmatik se çfarë do ta pranoj veten e tij. Prandaj dhe në qoftë se ne jemi më realist, i shikojmë se cilat janë vlerat tona të vërteta. Në disa raste na duhet edhe të pranojmë që mund të kemi qenë pak a shumë drama king ose drama queen, pra kemi egzageruar, kemi shumë më tepër pesimiste çfarë duhet, dhe mund të jemi ankuar për gjëra të cilat faktikisht kishin zgjidhjen shumë të thjeshtë. Pas kësaj e marrim vërtet situatën në dorë. Dhe në momentin që e marrim situatën në dorë, për ju do të thonë fat vërtet shumë i madh. Në këto momente, planeti i fatit, që është Jupiter, është vendosur tek shtëpia juaj e fatit. Mbi të gjitha, tek shenja juaj kemi edhe një vendosje që është nyja veriore, që edhe kjo shton fat, sjell fat pranë jetën tonë, është vendosur tek shenja juaj. Prandaj dhe në të vërtetë keni aftësinë që në çdo aspekt të jetës ta ndryshoni, ta rikrijoni ashtu siç dëshironi ju. Pak më tepër, duke qenë se kjo hënë e re është tek shenja e dashit, domethënë fillime të reja dhe pikërisht tek vlera juaj, domethënë që e keni vetë në dorë, që ta vlerësoni veten tuaj, jetën tuaj ashtu siç ju dëshironi për të krijuar diçka të re, më të shëndetshme, më të dobishme, me më tepër gëzime, me më tepër hare, me më tepër vlera, me më tepër begati. Pra çdo lloj gjë që ju dëshironi në këtë moment mundeni ta bëni. Keni fat vërtet shumë më për udhëtime, keni fat për të krijuar marrëdhënie sentimentale. Pra keni fat për gjithçka, mjafton që të mos jeni në atë psikologjinë e viktimës, pra. Kjo është pjesa më e rëndësishme dhe vetme që është problematike tek ju. Nuk ka asnjë problem tjetër, pra. Ndërkohë që në qoftë se bini pre e gjithë kësaj çfarë thash, pra, vazhdoni që të jeni në atë frymën ose në psikologjinë e viktimës. Ju ulni shumë vlerat vetes tuaj dhe në vendin tuaj të punës fillon që të bie vlera. Prandaj dhe e përrët tuaj fillon që të kapen me ju për gjërat të cilat janë të parëndësishme në të vërtetë. Kapen me ju, pak a shumë ju testojnë. Dhe fal kësaj ose nëpërmjet kësaj mund të kemi edhe një çvlerësim, si rrjedhoj, edhe mund të kemi mbarimin në disa raste, pra të nxjerrin nga puna, po e themi në këtë mënyrë, ose mund të kemi edhe uljen në rrogë. Në qoftë se ne jemi e dim vlerën e vetes tonë, detyrimisht të gjitha këto testime i kalojmë me sukses dhe fillojmë edhe të vlerësohemi edhe më tepër, prandaj edhe mund të kemi edhe rritje rroge, po e themi në këtë mënyrë. Për të gjithë ata të cilët janë studentë, detyrimisht që kjo mund të thotë edhe vlerësim nga profesorët tuaj. Si rrjedhoj, edhe ne vetë fillojmë edhe të gjejmë për shembull kurse të reja ose rrugë të reja për të gjetur më vonë një vend pune shumë më të përshtatshëm për ne ose më të mirë për ne.
Siç e thash, kjo hënëre për ju domethënë krijimin e vlerave të reja, prandaj dhe çdo gjë është në vartësitë e saj. Çdo gjë është mund të krijohet me tepër mund të krijohet edhe me shëndetshme pra. Keni një pasion për jetën i cili sa vjen dhe rritet, mjafton që ju të dëshironi ta përdorni. Po e them shumë sinqerisht këtë domethënë. Mos u fokusoni tek gjërat që nuk funksionojnë, mos u fokusoni tek ana negativ, fokusoni vetëm tek gjërat të cilat në këtë moment janë reale, të cilat janë pozitive në të vërtetë. Ka shumë të shkurtër në lidhje me Shqipërinë, duke qenë se e përmenda në fillim, kemi takimin e kësaj hëne të re me hënën tonë, dhe mbi të gjitha është dhe shironi në takim me hënën tonë. Problemet më të rëndësishme brenda Shqipërisë do të vinë një si fillim në lidhje me marrëdhëniet që kemi me paran, prandaj dhe mund të kemi një çvlerësim shumë herë më të madh të punës që ne bëjmë, dhe mund të kemi edhe probleme që mund të dalin nga ose të kuptojmë, në mërtem, probleme ekzistuese nga marrëveshjet të ndryshme që janë bërë në këto momente. Si rrjedhoj, kemi një rritje të dhunës, të agresionit brenda Shqipërisë. Kjo është edhe një nga arsyet që do të këshilloj që të jemi pak më të qetë, do të këshilloj që të jemi pak më të vetëdijshëm dhe mbi të gjitha të mbështesim vërtet njëri tjetrin. Mësimet që kemi marrë deri në këto momente do të kemi mundësinë pas kësaj që t'i aplikojmë, por duhet të jemi dhe të aftë që këto mësime t'i pranojmë. Pra, të jemi të aftë që ta kuptojmë që situata aktuale është si rrjedhoj e veprimeve tona, e zgjedhjeve tona, pra si popullat, si popull, më të themi. Dhe për këtë arsye kemi ne vërtet në thjesht, e kemi vërtet ne në dorë që të ndryshojmë gjërat nëse duam të ndryshojmë ato. Faleminderit shumë edhe juve, shumë faleminderit që marrë pjesë. Është kënaqësi vërtet shumë e madhe. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e premte kur të bëj parashikime për javë. Faleminderit. Natë, pafshim.